waiting to start, thot. Gjergj, je aty ti? Këtu jam këtu. Po më qite me shpejtësi momentet e funit. Okej. Ergesto, e fillove? Më duket se jemi live. Përshëndetje të gjithëve që jeni live në LinkedIn. Unë jam Gerti Boshnjaku, themeluesi i Business Magazine Albania. Nëse jeni në fund vitit, pari duhet t'ju uroj një javë sa më të bukur, sa më të qetë. Jemi mbledh sot bashkë me Gjergj Meron. Përshëndetje. Vitin mbar, ju urojmë suksese në vitin që vjen. Në këtë moment mbyllim vitin që sapo kaloi. Përshëndetje të gjithëve që jeni live. Ky live-i se e kisha edhe nga telefoni, tashmë filloi të funksionojë me sapo kuptoj. Jam shumë i lumtur që jemi mbledhur për të celebruar arritjet e disa prej sipërmarrësve, biznesmenëve, startupeve, njerëzve të cilët kanë ndikim në biznese, në jetën tonë, impakt të madh në atë që bëjnë, me pjesën e ideve të tyre, produkteve të tyre, bizneset të tyre, ata ndikojnë jo vetëm klientët, jo vetëm konsumatorët, jo vetëm si thua njerëz që blejnë nga ata, po ndikojnë shumë më tepër audienca ndaj, ndikojnë dhe në shoqëri. Ky eventi jon Business Leaders është hera e 4 besoj që ne e kemi filluar, që e ndërtojmë vit për vit, neve e kemi si qëllim që të vlerësojmë ose të japim zë audiencës sonë. Që ta dinë gjithë këto çmime nuk është se janë çmime monetare. Patjetër që kanë një vlerë, sepse praktikisht fituesit do të jenë në edicionin e ardhshëm të Business Magazine Albania me një speciale reportazh në cilin do të flitet për historinë e tyre, sukseset e tyre, kompanitë e tyre, pra do kenë një hapësirë mjaft gjerë që të shkojnë tek audienca Business Magazine Albania. Por e rëndësishme në këtë rast është që këto çmime bëhen për t'i dhënë zë audiencës që kanë ndetur me ne për 365 ditë dhe tashmë në fund vitit ne kemi dëshirë që ata të kenë zërin e tyre për të nominuar dhe për të vlerësuar ato personazhe, ato startupe, ato biznese, ato sipërmarrës, ato sipërmarrëse, ato yje të diasporës që kemi futur këtë vit si çmim, të cilët kanë pasur ndikim në jetën e tyre ose që ndikojnë tek ato tek njerëzit të cilët ata punojnë. Gjergj, si dukesh ti? Ka qenë një vit me, domethënë ato the highs got higher, si themi ne. Ato arritjet ishin më të mëdha edhe failures ishin edhe më të mëdha, se shkojnë bashkë ato, nuk mund të fali jo, balanca e gjërave. Po shoh që të paktën LinkedIn-i, sidomos si vjet, ka një super gjallërim në kuptimin e nuk do të përdor fjalën prurje, po e përdor. Prurje. Të njerëzve që e shikojnë profesionin e tyre më me seriozitet në aspektin e networking. Do me thënë që janë aty, shohin çfarë postohet, shohin çfarë po ndodh, shikojnë industrinë e tyre, shikojnë nga industri tjera, huazojnë ide, huazojnë mendime, ka debate, ka përplasje, ka shumë njerëz, shoh shumë arritje se këto, normal që neve këto arritje do i trumpetojmë çik LinkedIn, se LinkedIn për atë punë është, kryesisht. Po edhe ka edhe plot, domethënë që tregojnë atë rrugtimin e tyre nga zero, që kanë filluar nga ato momentet e vështira, edhe kjo i ka ndihmuar shumë njerëz të kuptojnë që në fund ditës nuk ka rëndësi se çfarë quan ti sukses ose çfarë ke vendosur ti vetes për sukses. Rëndësi ka që të kuptosh që je më mirë nga ç'ishe para një muaji, para 6 muajsh, para një viti. A ke ecur vërtet apo do të thonë po përsërit atë vit me çik më shumë lekë edhe këtë po i quajmë sukses, e kupton?
Krahasimi duhet të jetë me veten, kështu i bie. Pra jo me veten, gjithmonë me atë që shohim të tjerë. Gjithmonë me sfida veten. sfida më e madhe e kohës është kjo, siç flitet gjërësisht që në rrjetet sociale të gjithë shikojnë se sa e bukur është jeta e tjetrit, se sa i suksesshëm është biznesi i tjetrit, se sa jetë aktive ose se sa kulturë të mirë pune ka secili duke e parë nga larg, ndërkohë dhe na fut me një benchmark që ndonjëherë na fut në siklet, na bën embarrassed, sepse ne kujtojmë se çdo gjë ecën fjoll për të tjerë. Ndërkohë, praktikisht metri më i mirë është kur ti e mat me atë se çfarë ke qenë ti një vit më parë. Dhe praktikisht fundi i vitit është i mirë për të reflektim. Normalisht uroj që të gjithë këto ditë të fundit t'i bjerë që ka i niveli punës dhe të kenë kohë që të mendojnë çik me vete, domethënë çfarë arrita këtë vit, me kë punova, cilat ishin gjërat e mira, cilat ishin njerëzit e ri me të cilët bashkëpunova, çfarë sollëm tre, çfarë nuk shkoi mirë, si mund të mësojmë nga këto që nuk shkuan mirë dhe si mund të sistemojmë vitin tjetër. Praktikisht është nga ato kohë që duhet strukturosh pjesën e trurit, duhet mendosh, jo vetëm të ndërrosh çfarë do ndodhi vitin tjetër, por të strukturosh se si do i arrish ato objektive. Dhe normalisht, siç e the ti, duhet mendojmë që ne duhet të krahasojmë ku ishim dhe ku jemi. Dhe sa më e madhe ajo distancë, pra drejtim të objektiveve tona, aq më suksesshëm është viti. Dhe ta shohim pak me një çik optimizëm. Dhe po të kthehem prapë te kjo pjesa që unë i quajta garë, kurse ti më the që jo, nuk është garë kjo që bëni te Business Magazine, kjo Business Leaders. Nuk është tamam komplet kuptimin e egër, a kupton ti? Ajo është, unë mendoj që domethënë një kështu ndërhyrje të vogël. Unë mendoj që për zgjedhja e figurave nuk është e bazuar në një, se njerëzit domethënë priten që po kush është ky, çka ka bërë ky, pse keni marrë këtë, pse keni marrë këtë tjetrën, filania. Çështja është që është një njerëzit do të kuptojnë rreth parë që Business Magazine, New Media si një entitet, si është një grupim njerëzve që thonë që ore për neve, me çfarë kemi parë neve, me çfarë kemi kontaktuar ne, me njerëzit që kemi folur ne, me që kemi hasur ne, çfarë na kanë sugjeruar njerëzit, ata afër themin se ky grupim personash ka pasur vërtet një peshë në këtë tregun ton digjital, qoftë edhe jo digjital, çfarë do të gjersh që të ndërpres, nuk e themi ne. Nuk e themi neve, kjo është çështja. Fare, po. Absolutisht, edhe nominimet për ta qartësuar se shumë veta kanë thënë tam pse është zgjedhur ky, mund të ishte zgjedhur ai, nuk janë zgjedhur personalisht nga ekipi. Kjo është e bukur, se normalisht nëse vendos ca kritere e ke të vështirë të seleksionosh, e ke të vështirë të drejtosh. Dhe ky çmim, këto vlerësime që bëjmë nuk masin miliona të njerëzve, ose nuk masin ndonjë se sa zero ka mbas numra gjithë secilit për zgjedhur sipërmarrës në vitit. Janë ata njerëz që janë nominuar, pra për 10-12 ditë, nuk e di, ne e lam të hapur nominim që kushdo që ndjek Business Magazine nominon personazhin që dëshiron. Dhe pastaj nga këto nominime ne përzgjodhëm në çdo kategori nga 8 deri në 10 ata që ishin nominuarit më shumë. Pastaj i hodhëm për votim. Se praktikisht unë mendoj shumë sinqertë, ky është çmim që për njerëzit nuk mund ta vlerësojmë. Ne nuk është se kemi një uri, nuk është se kemi vendosur ca kritere që këto do aplikojnë, këto do nominohen. Ajo është në mënyrë të lirë dhe thash, janë ata njerëz që janë ndikuar nga puna e dikujt tjetër. Pra nëse ti ke vënë re që këtë vit një sipërmarrës ka ndikuar në jetën tënde, një biznes që ke bashkëpunuar ka qenë shumë i rëndësishëm dhe ke parë që ka pas rritje ose ka pas një kulturë të mirë pune, ka pas një vlerësim të madh nga punonjësit, pra mund të jesh punonjës në një kompani që ke nominuar, mund të jesh dikush që ke ndërvepruar me atë kompani dhe ke parë një kulturë të mirë, ke pas një seriozitet, ke parë domethënë se si ajo kompani është rritur, ose për sa i përket startupeve. Kemi pas startupe shumë interesante këtë vit, por ka pas startupe që si thosh nuk janë aq të ri, ka pas dhe startupe që janë sapo kanë dalë këtë vit që kanë ndikuar shumë ose kanë punuar fort. Dhe praktikisht nuk është se na ka takuar ne ti përzgjedhim ky. Ideja është që kushdo që i ka hasur ato, ka vlerësuar punën e tyre për aq sa i ka njohur dhe na ndjek Business Magazine se aty e ka marrë informacionin, atëherë mund të nominonte. Dhe kjo është e bën garë, po e bën garë midis të ngjashmeve, pra të njerëzve që i vlerësojnë. Edhe këtë doja të sqaroja, prandaj tash ta bëjmë çik kështu para pritje para se të përzgjedhim, që nuk duhet të jetë garë egër, është garë vlerësimi. Praktikisht nuk do fitojmë $1 milion, po do fitojmë recognition, do fitojmë një reputacion të mirë, do fitojmë vlerësim dhe për shumë startupe që disa prej tyre jo se stepeshin, po thoshin, "Ok, ne dim që ka startupe më të mirë se ne, kështu që i thash që ndërveproni, ndani me fansat sepse është një PR i mirë për juve."
praktikisht kur janë hapat e parë, çdo artikull, çdo tekst, çdo fjalë që flitet për ty, besoj është e rëndësishme që të jetë online. Okej, ajo që vëre unë është që të paktën njerëzit janë më të hapur ndaj figurave që nuk promovojnë veten në kuptimin e janë aty për të ndihmuar njerëzit, se deri para pak kohësh ndoshta ishte shumë e vështirë që domethënë në momentin që ti ofroje diçka pa pritur gjë në këmbim, ishte kështu vetvetiu është kështu si e dyshim që okay, po çfarë përfiton, kupton ti që. Ndërkohë që ka njerëz domethënë që ora unë personalisht për shembull kam qenë me shumë fat në aspektin profesional. Më kupton? Dhe e kam vetvetiu që ashtu siç më janë dhënë mua gjëra, dua t'i kaloj ke kushdo që ka mundësi që ka pyetje, ka ndonjë mendim, ka nevojë për mentorim, një çfarë do lloj gjë që del. Dhe njoh plot të tjerë direkt ose indirekt, sidomos nëpërmjet LinkedInit, domethënë njohje LinkedIni mund të quash, që bëjnë po të njëjtën gjë, domethënë që ndihmojnë janë të gatshëm me materiale, me çfarë do lloj gjë që kanë në dorë. Dhe ky them se është hapi i parë i ndërtimit të komuniteteve dhe të ekosistemeve ashtu siç duhet. Se shumë promovohen komunitetet, shumë promovohen ekosistemet. Dëshira e mirë është nga të gjithë, po stepja është prapë tek të gjithë, nëse janë bashkë ato, dhe dëshira dhe stepja. Avash do marrë atë, do ketë një kështu snowball effect, do ketë një kështu një lloj orteku, do të topi vogël bore që do marrë, do mbledhi. Ndërsa të vijnë gjërat përpara, të ketë rregullore të caktuara për industri të caktuara, të ketë një mbarvajtje nga etika profesionale, domethënë mos ketë nevojë as të përmendet etika profesionale. Të jetë diçka që është, domethënë gjithçka fillon nga etika profesionale. Është shumë e rëndësishme kjo pjesa e komunitetit që të gjerë komunitetet është thelbi i asaj që ti nisi të thuash është që të ndërtosh diçka të tillë duhet të japësh dhe ka shumë njerëz që duan të japin dhe pa kërkuar gjë në këmbim, sepse praktikisht të tjerat vinë më vonë, pra money follows, siç thonë. Por ama ajo marrëdhënie, ajo që ndërtohet, ajo që krijohet pa bazat, pa u nisur domethënë nga pjesa që çfarë do marr, por ti je duke dhënë, ka vlerë vërtet. Unë prandaj kisha dëshirë që të isha me ty në këtë bisedë që ta nisim, sepse ti je shumë aktiv në komunitetet, por kam në sken, dua të ftoj në sken edhe një mikën ton që edhe drejton komunitete, ka një mision, bashkëpunojmë shumë mirë dhe dua ta ftoj edhe atë. Ja. Ajo është nga makina, sepse ishte duke marrë djalin nga shkolla. Ema, be safe. Ema Petkola apo Ema Zajmi, drejtuese, themeluese DSA dhe bashkëpunëtore ngushtë, mike e vjetër. Aje Ema, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta dhe ndjes jam pak në kushte të vështira. Ema, përshëndetje. Po të heqësh të backgroundin tim. Po i përshëndet të gjithë. Po të heqësh të backgroundin tim, edhe unë jam në makinë, domethënë që të ndihesh rehat edhe që të tregon gjitha. Tregojmë gjitha. Sepse jo, kam thjesht nuk do ta kisha vënë, po ishte me backgroundi im ishte shumë i shëmtuar për ta mbajtur e thash nuk po ja prish Gertit atë vizionin e. Ja, shumë e bukur. Me background horror. Është respekt për gjithë ata që na ndjekin. Ema, si doja të kisha aty këtu në këtë moment fund viti që ne zgjedhim business leaders, një vlerësim që i bën Business Magazine Albania audiencës vet, duke i dhënë zë që të vlerësohet, nominoj si përmarrësin e preferuar, business leaderin, influencerin e biznesit, yllin e diasporës apo edhe startupin e vitit. Tashmë është si fund vit dhe ne na pëlqen të japim këto çmime sepse na pëlqen të ndërveprojmë me njerëz të cilët ne na ndjekin apo kemi pas mundësi të ishim pranë ose me një punë, me një shërbim, me një fjalë, me një post, me një gjë që kemi bërë për njëri tjetrin. Bashkë kemi ka qenë një vit i mirë, besoj, kemi pas një lloj bashkëpunimi të vazhdueshëm. Nga ana jote si ka qenë ky vit për ty dhe për organizatën? Si fillim, them që këto çmime që u ndanin në fund vit, pavarësisht se ndoshta ekosistemi aty ka mënyra të ndryshme për të vlerësuar dhe motivuar, gjithmonë një çmim dhe gjithmonë një vlerësim të sjell një motivim. Kështu që unë e vlerësoj shumë, domethënë faktin që ti e bën vit pas viti këtë. Për neve, për Fondacionin Down Syndrome Albania, ka qenë vit sfidues, po ka qenë dhe një vit që më rizgjoi në një farë mënyre atë besimin që me marrëdhënie njerëzore
sidomos në sektorin tonë, sektorin e organizatave jo fitimprurse, dhe aq më tepër në misionin tonë ku duhet të ngrem fonde vazhdimisht për ofrimin e shërbimeve. Pra këto marrëdhënie njerëzore dhe ndërveprimi duke treguar vazhdimisht se kush është misioni, kush është impakti që duam të arrijmë, ka efektin e vet pozitiv. Pra pavarësisht sfidave, ne arritëm ta mbyllim dhe këtë vit. Kemi përpara një vit po prap sfidues. Sfida më e madhe për neve është fakti që neve prej shumë vitesh kemi pas një donator zvicerian, që do thotë një private foundation, i cili na mbante le të themi 60% të financave operacionale të shërbimit, që nuk e kemi më që prej vitit të shkuar. Dhe është shumë e rëndësishme për ne bashkëpunimi tani dhe dhurimi nga ana e biznesit. Sfida më e madhe për 2026 do të jetë ndërtimi i një databaze të mirë për atë që quhet individual giving, pra për dhurime individuale. Ende nuk e kemi nisur të strukturuar si një fushat të mirëfillt. Për momentin është vetëm platforma në website. Tashmë është e mundur që të bëhen dhurime periodike, pra le të themi Gjergji dhe Gerti zgjedhin dhurojnë 10 euro apo 15 euro, po e bëjnë këtë gjë çdo muaj. Pra ndërtimi një databaze të mirë të kësaj individual giving. Pastaj rrugës me gjasa do dalin dhe shumë sfida të tjera. Është gjithmonë realizimi i fushatave, ne kemi 4 fushata kryesore për fundraising. Po le të shpresojmë që do jetë vit i mirë. Mua më vjen të qerë sepse zakonisht për këto Instagram Reels, etc. Do të thënë është gjithmonë që thua viti 2026 do jetë viti i mirë, etj. Duket sikur asnjë s'po guxon më të bëj gjëra të tilla. Por që më falni. Po, arbi po të mam. Është klima që mbas është çike e rënd. Happy New Year! Më falni se po marr çuni nga shkolla. E thash ti faleminderit që ishe me ne. Përshëndetje një çik. Ai Arbi. Dhe duhet të them që le të shikojmë se si do shkoj, po jam vetëm pozitive për këtë gjë kryesore, për ndërveprimi dhe marrëdhëniet njerëzore mes nesh. Super, shumë faleminderit Ema. Viti mbar, faleminderit që ishe me neve dhe faleminderit ty dhe gjithë komunitetit biznesi që ti ke ndërtuar që ka qenë goxha ndim për 2025. Edhe me Gjergji që pas një ndërveprim më ka dhënë goxha këshilla të mira për pjesën e ndërtimit të një fushate fundraising ishte për ballon. Besoj do jemi më në kohë për ta bërë për ballon e Ti nuk ishe pak më parë. Gjergji e ofroja të ndihmën, kështu që besoj edhe kjo që hodhi Ema mund të jetë. Ne në fakt kemi pasur një përpjekje për të ndërtuar një fushat si vjet për fundraising. Për dhurimin e fondeve, si përkthehet në shqip në teknikalik. Po. Dhe çështja është që ka plot njerëz si unë që ndihmojnë organizata jo fitimprurse dhe me që jemi në këtë val bisede, ka gjithashtu plot njerëz cilët flas për industrinë time të digital marketing, digital whatever, shërbime digjitale që sa fillojnë karrierën e tyre janë graphic designers, janë digital marketers, merren me SEO, merren me të cilët nuk kanë një portfolio punësh dhe mund ta shfrytëzojnë fare mirë, domethënë këtë themi ambientin e shoqatave jo fitimprurse për t'u ofruar atyre shpërblim, për t'u ofruar një shërbim falas, dhe që ta kenë edhe për portfolion e tyre, për treguar çfarë din të punojnë në vetvete, për ndërtuar një case study. Se është një win-win për të dyja palët. E përmend shpesh dhe mundohem ta them sa herë që më jepet mundësia, se është një variant shumë i mirë për të krijuar portfolio përpara se të gjesh punë, se halli unë ti di që unë hallin e freelancerave, domethënë është duhet të fillosh punë, po për të filluar punë duhet portfolio, po portfolio s'mund të kesh pa filluar punë. Kështu që si ajo puna e CV-s, që del nga shkolla të të kërkojnë me CV. Nga shkolla të kërkojnë, po. Kështu. Kërkojnë eksperiencë. Që ka një pyetje që unë po e nxjerr pak në skenë, nga këto pyetjet me spec. Pyetja është si ka mundësi që Miran Murati është aq dobët, apo votat janë bërë nëpërmjet miq. Kam një përgjigje se praktikisht është e drejtë si koment. Edhe unë prisja më shumë, por unë e kuptoj që këto janë çmime audiencë, këtë e theksoj edhe një herë. Pra, dhe nuk më duket gjë e keqe që ti ndan
atë linkun ose ndan atë mesazhin me grupet e miqve, ato grupet e WhatsAppit që shiko jam nominuar për këtë ose kam nominuar filanin ta mbështesim. Dhe unë besoj që kjo është fuqi dhe është e bukur. Praktikisht Mira Muratin e ka pas shumë vlerësim, por normalisht nuk ka lëvizur një komunitet rrotull mirës që të marrë këtë çmim. Dhe kjo është e bukur edhe e mënyrës se si organizojmë ne, pra që është çmim audiencë, që audienca ndërvepron me njëri tjetrin, zhvillon komunitetin, e shpërndan linkun, vjen sërish vlerësimi, pra nëse ne promovojmë modele pozitive, se praktikisht të gjitha ato që janë nominuar aty janë modele që reflektojnë pozitivitet, reflektojnë model të mirë për të ndjekur biznes, nëse reflektojnë modele pozitive dhe këto modele pozitive ndiqen dhe promovohen nëpërmjet këtyre shpërndarjeve të vogla që i quajmë edhe grupe WhatsApp dhe linkun që ja çon një miku, ore voto filanin se e kam nominuar unë besoj që bëjmë një punë të mirë sepse nuk po prodhojmë antivlera, po prodhojmë vlera të mira, për të cilat ne jemi shumë të kujdesshëm te biznesmenët. Dhe këto vlera pavarësisht se votimi tash nuk është se vlerëson milionat, nuk është se vlerëson famën, vlerëson ndërveprimin impaktin me njerëzit, pak që ke pasur te njerëzit që ndjekin Business Magazine. Pra jo në suksi, ne pretendojmë që të kemi 1 milion, 2 milion, 3 milion vizita në muaj. Ne kemi 100.000, 120.000, 200.000 ka vajt ky 250.000 ka vajt ky muaj për shkak të kompeticionit. Besoj që e kanë ndarë me njëri tjetrin dhe ne besojmë që ky komunitet rritet gradualisht me pak nga pak. Pra e mira shkon pak nga pak. Tjetra është që do të marrim të vlerësojmë pak edhe të shohim që njerëzit nuk është se kanë fort qartë vlerën e mirës në kuptimin e drejt për drejt. Neve njerëzve të botës digjitale na ka shpëtuar jetën me ChatGPT-ja, është okay, është. Do të thonë ajo ndryshoi edhe rrjedhën e historisë kur i thon, po në vetvete unë edhe pse do të thonë kam të bazuar punën shumë në atë sistem në AI, në domethënë në gjithçka që ofron, a kupton? S'mund të vë mirën para Marselit fundit ditës, a kupton? Nuk e di apo në dëgjon Marseli. Nuk e bën për të bën peshë, a kupton? Edhe kështu që doja ta kishim dhe Marselin, po është shumë i zënë gjithmonë, edhe praktikisht e vlerësoj me komentet e veta, me postimet e veta në LinkedIn. Vërtet, po doja të është më i prekshëm, po, është më i prekshëm impakti për ekosistemin ton, për industritë tona, për kulturën tonë të punës, për këtë lloj kapitalizmi që po ndërtojmë ne. Është më i fortë impakti i drejt për drejt që ka mua Marseli për shembull, domethënë bëra atë lidhjen e mes emrave, a kupton, po me qëra fjala po diskutojmë dukurinë, është sepse i qëndron një etike pune që ai e ka ndërtuar me kalimin e viteve dhe nuk i shkulet asaj për asnjë lloj arsye. Ndonjëherë ka mirë, ndonjëherë ka gabim, po të paktën ai është. Dhe njerëzit këtë kanë nevojë, shikojnë që në çdo situatë ka gjithmonë dy anë të monedhës, në të cilën ne do t'i pranojmë që të dyja. Okej, dhe çështja është për sa kohë që ka një debat hapur të shëndetshëm, gjërat do ecin përpara. Nuk ka nevojë as të jesh dakord me atë që thot personi tjetër. Nuk ka nevojë fare të jesh dakord, nuk ka pse të jesh dakord. Rëndësi ka që ka një debat. Debati i bën njerëzit të shikojnë dimensione të tjera të botë kuptimit të tyre që as nuk e dinin ndoshta që e kishin. Pastaj pranojnë apo nuk i pranojnë është histori tjetër. Gjergj, unë dua që të bijojmë me fituesin e parë, sipërmarrësin e vitit. Ne kemi bërë një tip kështu animacionit lezetshëm që e ka bërë ekipi Business Magazine dhe New Medias. Jemi gati, Ergest? Jam shumë kurioz. Si Ledio të Çani, mban që është regjia nga mbrapa. Po. Ledio të lutem, si ka qenë. Ergest, jemi gati? Ergest të lutemi. Jo, e hapun, po a jemi gati? Kaq duhet më thosh, po ose jo? Gati jemi. Okej, atëherë. Ne kemi menduar me një tip animacioni që unë do hap një link edhe do nxjerrim kush është sipërmarrësi i vitit dhe mbasi ta nxjerrim ne do përpiqemi ta kontaktojmë direkt dhe ta ftojmë që to dy fjalë nëse do jetë online dhe do jetë aktiv njëri prej këtyre. Atëherë unë do bëj share screenin. Ja, na ka shpëtuar jetën digitalizimi, o Gjergj? Përveç Mira Muratës. Kur mendoj, po të mendosh domethënë që si shtypeshin me makinë shkrimi dokumentat para një.
Okej, më ndihmojnë çik, e shikon share Shikoj. screen-in? Unë po. Pra besoj e shohin gjithë. Atëherë unë do Sipërmarrësi, klikoj këtu zbulo sipërmarrësin ose sipërmarrësen e vitit, se ishim kujdesur të kishim dhe gender balance, pra Bravo, edhe ky Laura. ka qenë një kriter. Atëherë gati? Bravo. Tu. Wow. Okej. Nice, e bukur. Nuk do e prisja. Nuk do e prisja. Atëherë, sipërmarrësi i vitit i përzgjedhur me votat e audiencës së Business Magazine është zoti Lulzim Bauman. Unë po lexoj një përshkrim të shkurtër për Lulzimin. Është një inxhinier mjedisi, aktivist për ekonominë qarkulluese dhe menaxhimin e mbetjeve në Shqipëri. Pra, më pëlqen kjo, se tematika duket interesante për këtë vit ose për vitin e afërt, sepse kjo pjesa e sustainability, menaxhimi i mbetjeve, ekonomia qarkulluese, janë tematika të rëndësishme, sidomos në aksesin që ne po aspirojmë tek BE-ja, dhe më pëlqen që është përzgjedhur ose po japim një lloj dritare informacioni më tepër personazheve të tilla që punojnë në këtë drejtim. Bauman është themeluesi i Recircle AL, një iniciativë për riciklimin dhe zhvillimin e ekonomisë qarkulluese dhe iniciatori i parë Shqipëri i Circular Economy Park, hapësirë dedikuar për riciklimin, edukimin ambiental dhe ringjalljen e ekonomisë së qarkullimit. Suksese Lulzimit. Suksese Lulzim. Nuk e di sa sa e prekshme është për po. Unë po e lej pak në fond, edhe uroj që të na futet Lulzimin, nëse do ketë kohë, ja t'i them ekipit që po ashtu ta kontaktojnë në LinkedIn apo në një nga mënyrat e tjera. Çfarë po thoshë Gjergj? Shpresoj që të jetë shumë më prekshme kjo tema e ambientalizmit. Okej, ne jemi ne që jemi rritur kështu me muzikë rock, e dim që kemi qenë 90-ën që që i ndjejmë këto temat se i kemi dëgjuar në përkëmbë pafund. Edhe na duke kështu kur filloi pati një periudhë që kjo ishte me të vërtet shumë nish si temë në Shqipëri, për arsye se në hierarkinë e problemeve që kishte politike, ekonomike, shoqërore ishin goxha të theksuara. Pastaj u bë kështu, u bën çik si mod, domethënë tipit që çdo gjë e lidhur këtu me ambientin, po do të ishte ambientalist, ishte pak cool, e kupton? Do të ishte pak ambientalist by default. Edhe për të qenë kështu dhe open minded. Mirë po, ose ndoshta shumë duke mua, ku diun, mund të kem qenë unë vetë kështu fake ambientalist, domethënë tipit për të qenë cool, edhe duke sikur çdo kush tjetër ishte. Bëj shaka. Kam përshtypjen, ne kemi pas çik këtë pjesën këtë pjesën e ekonomisë qarkulluese, ne kemi pas që pa hyrë në këtë ekonominë e kapitalit, ekonominë e tregut. Pra praktikisht riqarkullimi shisheve, të qelçit, nuk kemi pasur pjesën e plastikës, por nuk do të thotë që ishim mirë atëherë kur ishim keq. Por dua të them që me zhvillimin kam përshtypjen dhe kjo kullizmi ambientalizmit ka ikur, sepse me sa kemi ndjekur sidomos të vitin e fundit dhe te Business Magazine Albania kemi pas një forum shumë interesant qëndrueshmërie tek Panajiri Teknologjisë, Edukimit dhe Inovacionit në tetor që organizuam bashkë me Icebergun, dhe tema ishte mjaft e rëndësishme dhe personazhet që flisnin jo thjesht për të qenë cool, jo thjesht sepse duhet apo është detyrim nga Europa, por të qenit sustainable, të qenit ambientalisht, siç e quajmë ne, pra si thosh kompatibël apo i përshtatshëm me mjedisin, pra t'i bëjmë mirë asaj ambientit në cilin jetojmë, pra ta trajtojmë me gjendje, është dhe nga ana e biznesit është e vlefshme. Pra nuk di ta them qartësisht se kush janë benefitet, por një person që ishte eksperti, pra mund të jenë ka shumë ekspertë tashmë për temën, cilën mund të flasim, mund ta trajtojmë më të mirë se sa beneficiary ose se sa përfitim të mirë nga ana e biznesit ka që të jetë sustainable. Se praktikisht po punojmë gjithë në një mjedis që duhet na bëjë mirë dhe jo ta shkatrojmë dhe për të përfituar pak para më tepër. Anyway, tema është e gjatë, por më pëlqen që kjo tematik u fut dashur pa dashur tek biseda jonë nëpërmjet fituesit Bauman. Është unë dje pash çuditërisht rastisi, pash një gjetja më e re kinezëve, ishte që mblidhnin gjethet e pemëve që rrëzonin në përparqe, mblidhnin gjethet në sasira të konsiderueshme dhe i shndronin kështu në pelet për djegje. Do thoni i ngjeshtin ato pelet janë ato ke parasysh janë ca kështu
Po, si peletat, shkopin të vegjël. Që janë sobat me peletat tash. Sobat me peleta, po. Po ato janë shumë efikase, domethënë kuptimin e sasisë combustion, djegjes dhe kësa. Dhe po të mendosh që kostoja e si thua prodhimit të tyre është 50% më ulët, po të llogarisë që ti harxhon vetëm kostoja vetëm e grumbullimit, domethënë e materialit parë, pastaj përpunimi, ata thjesht dhe shtypja është thjesht mekanike për të prodhuar këtë. Ishte bërë shumë për shtypje, është super gjetje, domethënë edhe kinezët kanë një kështu e kanë vënë në kulturën e punës këtë llojin e riciklimit të çfarëdo lloj gjëje ato sistemet e mbyllura, sidomos me orizoret njerë kanë kaluar në nivel tjetër dhe shpresoj që dhe në Shqipëri ka shumë mundësi për të bërë këtë sepse neve kemi një pjesë shumë të madhe të territorit që është e mbushur, që është fush një edhe një pjesë e madhe të territorit që është fush që ka akses në ujë. Shikoni, erdhi një në LinkedIn një përshëndetje. Atëherë urojmë që t'ja çojmë linkun Ergest, Eni, t'ja çojmë linkun lulëzimit që nëse ka mundësi të futet, na thot dy fjalë. Janë shumë kurioz të di monetizimin e këtyre sistemeve në Shqipëri, çfarë politikash mund të ketë në kuptimin e jo subvencionit, se ndoshta subvencioni është shumë specifika, shumë aty fillon. Duhet të shtysh çik, duhet të shtysh, se normalisht janë teknologji të reja, kosto të mëdha, por përfitimi është shumë i madh për të gjithë neve, pra për të gjithë ambientin. Kështu që normalisht ose si rasti fermerëve, domethënë për të nxitur prodhimin është i nevojshme ai subvencionin në teknologji apo në menaxhim apo në inovacion gjëra të reja. Dhe nuk e përjashtoj. Atëherë do e kemi lulëzimin apo të vijojmë zgjedhim dhe një fitues, po unë do kisha qejf ty tash, pastaj të kalonim te fitues të radhës. Mund t'i përgjigjet dikush lulëzimit në LinkedIn që mos të hap shumë tabe këtu, se kam frikë mos na kështu interneti pastaj. Çfarë problemi është? Ti gjerë nga 100 tabe të hapura kështu si puna ime? Regullisht e laptopin, apo e më strukturuar? Domethënë, jo. Un kam të ndarë, domethënë kam ky është një trik që besoj mund ta përdorin shumë vetan, nëse nuk e përdorin ta dëgjojnë edhe inshallah hyn punë, është që un kam 4 browsera të ndryshëm. Okej, 4 browser, 4 kështu browser. Okej, të ndryshëm. Edhe secili prej tyre, po, ndërfaqës. Dhe secili prej tyre ka jo, shfletues. Është shfletues. E drejtë. Edhe në secili prej tyre kam një, si thua, pjesë të aktivitetit tim digital njerëzor të caktuar. Për shembull, një e kam të kushtuar për muzikën, një e kam për digital marketing edhe të shërbimin executive coaching. Tjetra pastaj është gjithë kurset, gjithë gjërat që marr dhe që bëj, dhe një tjetër është as nuk e mbaj më tani për momentin. Por ajo që më ndihmon shumë është kur kam shumë tabe të hapura, më duket kështu më ndihmon më lehtëson atë imposter syndrome, a kupton tipit që po, që ndihesh mirë. Ditë bëj diçka sepse kam gjithë tabe të hapura. Po. E kemi lulëzimin, po. Lulëzimi po e fus në. Po. Ja. E kënaqësi. Okej. Përshëndetje lulëzim, na dëgjon? Përshëndetje. Na dëgjon? Po. Super. Unë ju dëgjoj, vetëm një sekondë lutem. Se po më vjen një zë tjetër që nuk po di ta ndaloj. A mos ketë hapur në LinkedIn, ndoshta eventin dhe ajo është pak më vonë. Po, për momentin mbyllet tabin. Një sekondë lutem, se po më vjen edhe zëri nga. Sa ta gjej tani mes 100 tabave që të ka të hapura lulëzimi për vete. Vetëm se zëri po më vjen nga 2 burime, unë kam tentuar të mbyll gjitha burimet, vetëm do më lejoni një sekondë mbase të ju ribashkohem pasi të kem mbyll gjitha. Okej.
Pas ka të emocionin e vetë edhe kjo, domethënë që teknologjia, futen. Super, po. Unë në Pas fakt, ka të emocionin. Gjeri, shumë veta na kanë thënë pse se bëni fizik këtë eventin e fundvitit, po unë thash po bëjmë një hap mirë, po e bëjmë kështu si digital. Pra, Metafizik, ta bëjmë metafizik. Online, sepse edhe Riçi është më i madh, edhe njerëzit që kanë votu online, pastaj për ta bërë fizik kam përshtypjen do duhen shumë energji, por nuk them kur për këto gjëra, sepse edhe kur nisëm revistën Business Magazine 2015, se këtë vit kishim 10 vjetor, e nisëm 2015-ën edhe e nisëm vetëm digital edhe me atë formën horizontale, coveri, sepse e thamë do ta optimizojmë për tablet, sepse tabletet janë armë e leximit, e konsumit, e përmbajtjes të tillë digjitale. Por mbas 4 vitesh, kur bëm ca testime, ca researche, u kthyem në print. Pra e bëm dhe print edhe digital. Dhe aty kuptuam që nuk mund të shkur kur. Erdhi ndërgjegjimi at the stage. Shumë mirë. Shëndetje, nuk e di a dëgjojmë më mirë tani? Na dëgjojmë. Neve të dëgjojmë shumë mirë. Edhe suksese, urime për çmimin Lulzim. Urime për vendin e parë. Urime. Tani diçka kështu shkurtimisht për neve që jemi 20% në njohje të aktivitetit tënd, do të na shpjego pak të lutem më në detaje. Ne na pëlqeu. Ka bërë fjalimin gati. Ka bërë fjalimin gati, s'ka gjë më duket. Nuk e kam në zemër fjalimin më shumë se gati, thjesht ju po ju dëgjoj pak lart kur ti ka që ju dëgjoj një përshkrim të shkurtër rreth meje, unë quhem Lulzim Bauman. Unë jam kthyer nga diaspora nga Gjermania me ato qëllimin e vetëm për të kontribuar në menaxhimin, në përmirësimin e menaxhimit të mbetjeve në Shqipëri. Fokusi im prej 10 vitesh ka qenë lumi i ishëm që është më i ndotur në Evropë. Edhe kur u kthyem në Shqipëri, jemi munduar shumë në media, duke dhënë mësim në çdo lloj drejtimi, dolëm në konkluzionin që duhet të kontribuojmë duke ndërtuar infrastrukturën. Dhe kjo është ajo dita kur para 3 vitesh ndodhi që ndërtuam kompaninë Recycle. Edhe këtë vit kemi ndërtuar dhe inauguruar qendrën e parë të ekologjike apo parkun e parë të ekonomisë qarkulluese në rajon. Njëkohësisht para 2 muajsh kemi inauguruar dhe linjën e parë të riciklimit të xhamit në Shqipëri. Edhe kjo është pak a shumë që ne po bëjmë, unë vetë eksperiencën e kam në menaxhim mbetjesh, ekonomia qarkulluese, cirkular ekonomi prej pothuajse 10 vjetësh. Lulzim, një ndërhyrje të vogël, unë me Gjergjin para se të futesh edhe po diskutonin kjo termi ambientalist ose termi ekonomia qarkulluese, këto kanë evoluar në kohë edhe po neve jemi si të paditur në sensin që të merresh me sustainability, me qëndrueshmërinë, me ekonominë qarkulluese, me të qenit të mirë, të dashur ndaj planetit, është thjesht të qenit cool apo të qenit sepse e do Europa apo nga ana e biznesit. A ka benefite dhe me pak fjalë nëse na i prek, domethënë do ishte shumë bukur sepse mua më pëlqen që e ka fituar si përmarrës që merret me një tematikë tillë, sepse edhe ne po e ndjekim këtë vit me shumë seriozitet dhe besojmë që do jetë me vlerë për ta ndarë me audiencën. Sigurisht, circular economy, ekonomia e qarkulluese nga vetë fjala ekonomi, apo zhvillimi i qëndrueshëm i parashet të treja fokuse që është mbështetja, mbrojtja e mjedisit, zhvillimi ekonomik, por gjithashtu edhe zhvillimi social. Prandaj ekonomia e qarkulluese sigurisht që ka vlera ekonomike në treg, mund bëhet biznes me ekonominë qarkulluese dhe kjo është ajo sfida që ne kemi marrë përpara për treguar që ekonomia e qarkulluese apo menaxhimi i mbetjeve nuk është vetëm për aktivistët, nuk është vetëm për NGO-t, por është edhe për bizneset. Një shembull konkret ne mund të japim juve se si ne mund bëjmë para me riciklimin e xhamit, të cilin e kemi inauguruar para, siç e thash, para 2 muajsh. Vetë xhami është një mbetje që prodhohet nga kompani të ndryshme. Ato kompani, mbasi prodhojnë dritarë dhe dyre kanë mbetjen e xhamit, problem për ato. Një problem që zgjidhet duke e dërguar deri para 2 muajsh, zgjidhet duke e dërguar në landfill, duke paguar një kosto të caktuar, nuk e di saktësisht sa ishte 30 euro për ton, varësisht nga landfilli në rajon, pak bushati e ka më lirë, sharra ka shumë e shtrenjtë të tjerë. Në këtë rast, ky material ka një vlerë ekonomike që po na ndot mjedisin, njëkohësisht. Në momentin që ne e marrim këtë xham, kur e bëjmë riciklimin e atij xhami, në këtë rast prodhojmë xham për filtrat e pishinave, rër xhami, njëkohësisht ne mund ta shesim treg sepse tregu ka interes, kompanitë kryesisht pishinave, si tregu jon kryesor, sigurisht do ta blej kuarcin apo xhamin nga Turqia, nga Italia, në këtë rast ne mund ta marrim nga ne.
që automatikisht, si një shembull, ne si kompani duhet fitojmë në dy drejtime. Një drejtim nga kompania prodhuese e kësaj mbetjes, duke reduktuar kostin e lancillit, dhe së dyti, që mund të jetë përfitimi kryesor, është duke e shitur si produkt për filtrat e pishinave, që është përfitimi ekonomik, që sigurisht ka shumë rëndësinë e vet. Po njëkohësisht është edhe përfitimi ekologjik, sepse ky xham po hiqet nga mjedisi, po hiqet nga lancillet. Edhe kjo është ai cikli që ne po synojmë të tregojmë dhe ka treguar edhe bota që funksionon pse nuk duhet funksionojë në Shqipëri, por ne kemi arrit konkretisht me xhamin ta japim një shembull konkret. Kemi edhe shembuj të tjerë, por po ndaloj problemin. Okej, do ta lëm ne do të bëjmë një bisedë gjatë, do bëjmë një intervistë gjatë, besoj, me ty, ja se edhe mua më dolin 2 evente. Që sigurisht ka shumë rëndësinë vet. Do bëjmë një intervistë gjatë dhe do tregojmë shumë për këtë, për rreth teje, rreth kompanisë, rreth benefiteve që ofron ky shërbim që ti ke zgjedhur të bësh. Atëherë, vajzat e ekipit e Business Max do të kontaktojnë për shumë urime ose që si ka për kjo shëndet të falenderoj për të shkruar të shkruar të vazhdo kontaktin me Business Max. Faleminderit që më punën shkëlqyer dhe që na dhat mundësi ta japim edhe një mesazh përmes jush për mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Ju përshëndes. Vafmbar Ylzim, suksese. Shëndet. Super. Interesant, më pëlqen lidhja kështu. Tash kalojmë të tjetër sa dhe njerëzit që online gratë. Të dëgjoj, nuk të e dëgjova shumë. Të kalojmë si tjetër si edhe njerëzit. Po, patjetër. Po. Okej, ndërkohë po kaloj prapë ekrani. Shkojmë te Ylli Diasporës. Ka qenë një shërbim që është shtuar jashtë praktikisht. Ka pasur një bazë, një shpërndarje të jashtëzakonshme në pjesën e nga diaspora dhe ka pasur nominime shumë interesante. Tani është okay. Po. Është okay. Po, është okay. Vazhdo. Tani dëgjohemi më mirë, Ergest? Ka qenë punë interneti, besoj. Ndoshta mund ta kem pasur. Po, okay, më fal se ndërprova, vazhdo. Shikohet, a shikohet? Mund të ekrani që kam ndarë. Atëherë, jemi gati ta zbulojmë? Gati. E shikon? Prapë. Share screen-in, Gjergj? Kur sa po ta bësh do ta shikoj besoj. Jo, e kam bërë. Apo, okay. Po ngarkohet. Okay, Ylli Diasporës. Okay. Yes. Atëherë, gati? Jepi. Shumë bukur. Ja, Ylli Diasporës. Fituesi u zbulua Kaon Krasniqi. Wow, kishte shumë veta që bënin tifo për Kaonin, sepse Kaoni është unik. Është 14 vjeç. Është folur shumë për talentin e tij, për pasionin e tij, për energjinë e tij. Ai po ndërton emrin nëpërmjet inovacionit dhe qasjes praktike ndaj biznesit. Pra 14 vjeç mund të quhet inovator, talent, por ai mendon edhe biznes. Njihet për projektet që lidhin teknologjinë me zgjidhjet reale të tregut dhe është pjesë e brezit profesionistëve që besojnë në kreativitet dhe ritme të shpejta pune. Pra një Elon Musk shqiptar më duket mua me këto aftësi. Dhe ai po bëhet shumë shpejt figurë premtuese në ekosistemin shqiptar digital anë kënd botës dhe ka qenë shumë aktiv në LinkedIn. Pra ai diti përdori dhe këto toolset mjaft mirë me sa vura. Që përdorin po. Ishte një aspekt shumë i pas ka disa vite që ka disa vite që merret, si të thuash, në këtë gjuhën tonë të përditshme, që është i angazhuar dhe kishte një postim plezeshëm që thoshte që në 2025-ën më thonin në 2020-ën mos u merr me punë të rriturish, në 2025-ën kishte një foto që tregonte një sallë plot me të rritur që po e dëgjonin edhe të tjera. Po ka qenë 9 vjeç normal. Nuk është normal. Nuk është fort e lehtë ndoshta nuk është fort e lehtë në përshëndetje Kaon. Të mbaroj këtë që po them dhe mirë se erdhe. Shumë shpejt. Kaon ti ishe gati duke na pritur? Po. Okej, ja, një sekond ta mbaroj Gjergji dhe ajo që po thoja Kaon është që në përgjithësinë kulturën evropiane është shumë e vështirë të qash si moshë e re. Dhe ata që janë më të vjetër zakonisht bëjnë të pamundurën që njerëzit që vinë në industrinë e tyre, në punën e tyre, në kompaninë e tyre, thonë që është i ri ky, do ta mbajmë larg se mos na zë vendin edhe e kanë shumë problem këtë që të shohin
njerëz të tjerë. Evropa është shumë konservatore në ky aspekt. Ke gjithë admirimin tim të përzemërt, të kam zili deri në një farë pike, sepse nuk dua që të jetë kështu negative ajo ndjesia Fjala zili. ndaj figurës në personale, fjala zili, po domethënë më bëhet qefi jashtë mase për kurajën dhe për gjithë atë guximin që ke dhe për mbështetjen që ke, je me shumë fat për mbështetjen që ke. Duhet të mendosh dhe për shumë të tjerë në moshën tënde që për arsye ekonomike, financiare, shoqërore, kulturore, nuk mund të bëjnë dot atë që bën ti dhe do doja që ta kesh parasysh për të hapur dyer dhe për të tjerë në të gjitha formatat të kesh mundësi. Të uroj gjithë të mirat, suksese për çmimin. Po ja lë fjalën Gertit edhe po e ndërpres këtu. Jo, unë do kisha dëshirë të kaloj direkt fjalën Kaunit dhe ti thosha si ndihesh Kaun, si ndihesh? Po, përshëndetje, faleminderit shumë. Fillimisht për nominimin. Mendoj që është ndjenjë shumë e mirë për arsye që vlerësohet puna që e kam bërë gjatë tërë vitit, por më shumë nuk është vetëm mua nuk më intereson shumë çmimi, sa më intereson edhe mbështetja dhe suporti që kam marrur, domethënë prej njerëzve të ndryshëm, qindra mesazhe mira mesazhe gjatë vitit që kam marrur nga të rinj, të cilët pra dëshirojnë që janë nga Shqipëria, Kosova, që dëshirojnë që në të ardhmen me kriju diçka, pra të mos konsumojnë për të krijojnë, është edhe shpreha që unë edhe thënia që unë gjithmonë ndjek. Dhe pra, mendoj që duke fituar këtë çmim, unë si 14 vjeçar, përballë të rriturve me shumë eksperiencë, i jepet, si më thënë, një lloj motivim dhe kurajo për të nominuarit e viteve të ardhshme, për talentet e Shqipërisë dhe Kosovës, që edhe ata, edhe pse në një moshë të hershme mund pra të ndjekin talentet dhe ëndrat e tyre, të mos kenë nevojë të presin deri në moshën 18 vjeçare, dhe po ashtu, pra të mos arsyetojnë se vetëm se jemi të vegjël nuk mund të arrijmë gjëra të mëdha, po tjetë e kundërta. Më pëlqen shumë mënyra se si e trajtove këtë pjesën të krijojmë dhe jo të konsumojmë, sepse nga statistikat kam përshtypjen janë një paketë shumë e vogël ata që krijojnë dhe një sasi shumë e madhe ata që konsumojnë. Edhe është e vështirë të hysh tek këto përqindjet e këtyre që e përdorin sidomos teknologjinë për të krijuar, për të prodhuar zgjidhje dhe jo thjesht si konsumator pasiv. Është dhe nga këto problemet ose si përpiqemi ne të mësojmë fëmijët tanë tashmë. Me këtë filozofi që mos rri thjesht pasiv, mos rri para YouTube-it vetëm të shikosh, po mëso diçka, kap diçka. Ty kush të ka ndikuar, pra ka ndikuar ndonjë prind te ky pasioni jot te teknologjia apo ke qenë vetë tip krijues, tip kërkues po themi për të kuptuar gjërat dhe ky vit për ty si ka qenë? Duhet ma përmbledhësh këtë. Po, mendoj që prindrit janë 50% e suksesit, pra e caktojnë shumë suksesin e një fëmije, por mendoj që ajo prindrit nuk duhet të përzihen në çfarë përzjedh fëmia, çfarë aktiviteti jashtë kurrikular dëshiron që të ndjek pas shkollës, aty nuk duhet që të përzjedh prindi. Mendoj që prindrit e mi kanë ndikuar shumë sepse që nga mosha 7 vjeçare më kanë japur opsione ndryshme, për shembull fusha ndryshme ku mund të kaloj kohën pas shkollës, ishte arti, ishte muzika, ishte programimi, ishte sporti. Dhe unë që një moshë të hershme i bëra një pyetje vetësime dhe thash, nëse arti do të ndalonte për 24 orë, nëse nuk do të kishte për shembull artist për 24 orë, nëse nuk do të kishte sportist për 24 orë, çfarë do ndodhte? Dhe në fund pyetja, nëse nuk do të kishte programer për 24 orë, çfarë do ndodhte? Dhe kjo është pyetje shumë e vështirë. Po. Do kthehesh i mira vite mbrapa besoj. Po, dhe nëse i përgjigjemi kësaj pyetje, me fakt atëherë do të përgjigjja e kësaj pyetje do të ishte se bota nuk do të funksionante për 24 orë nëse programerët do të zhdukeshin, mund të themi. Ndërsa për shembull për artin, sportin, pa i ofenduar ato profesione që janë profesione me shumë vlera, por mendoj që ato vetëm qefi brenda 24 orëve njerëzve do t'ju mungante. Dhe mendoj nga aty fillova që të mirën me projekte ndryshme. Unë si personalitet jam mjaft optimist dhe entuziast, pra nuk presja dot që për shembull arsimtari apo mësuesi i programimit na
tregonte, na mësonte variablat, por hyja vetë në internet dhe mësoja në shtëpi, ende pa ardhur tek ai nivel. Dhe dal nga dal arrita të krijoj projekte e kështu me radhë, ku tani jam duke punuar edhe në një projekt që ka për qëllim mësimin e personalizuar, një platformë e cila është ndryshe nga ato ekzistueset në tregun aktual, për arsye që problemin e edukim, nuk po i në detaje për problemin e edukim, tani për tani është mësimi i shpejt dhe përmendsh dhe vetëm për përgjigje dhe vetëm për të plotësuar testet e kështu me radhë, jo për të krijuar aftësi. Dhe sa i përket Si e shikon vitin tjetër në kjo që po bëndi, si do ndikoj dhe si do ndikojnë afatgjat në sistemin e edukimit? Po, fillimisht unë jam pra mendoj që kjo që po krijoj në sistemin e edukimit mund të implementohet shumë lehtë. Kemi shembuj shumë të mirë dhe kemi shembuj që janë pro dhe kundër, pra implementimit të inteligjencës artificiale në mësim. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë inovacion mjaft të lartë, përsinë mjaft të lartë inovacioni në këtë fushë dhe detyrimisht edhe po ka mundësi që me implementu shumë më shpejt me një efikasitet më të lartë. Për shembull kemi platforma që mësuesit mund të personalizojnë chatbotët për me knowledge base-in e tyre, me materialet e tyre mësimore. Kjo po përdoret në shkolla në Amerikë që nga viti kaluar. Kemi raste të tjera ku kemi real time AI tutors, ku për shembull shkolla private është një shkollë në Texas, në Austin. Pra aty po përdoret një tutor inteligjencës artificiale ku fëmijët një orë në ditë po e përdorin, pra. Sikur të kishim një orë matematikë me një arsimtar, ata kanë një orë në ditë me inteligjencën artificiale. Por kemi edhe shtetet e tjera në Skandinavi që janë më kundër. Pra dëshirojnë ta... Po neve si do na ndikosh? Neve si do na ndikosh në Shqipëri dhe në Kosovë? Në Shqipëri dhe Kosovë. Do ta përdorësh si test? Po si pilot program do të kisha shumë dëshirë, do të shohim se si pra do të krijohen mundësitë më të lehta për të filluar pilot programin në cilat shtete, në cilin regjon. Por në Kosovë dhe Shqipëri mendoj që për shembull për shkak të moshës në Kosovë, sidomos për shkak që jemi pra populli më i ri me moshë mesatare në Evropë, jemi besoj që edhe do të kemi edhe një lloj oportunitete nga kompanitë e tjera për të bërë pilot programe në Kosovë dhe Shqipëri për implementimin e inteligjencës artificiale në edukim. Dhe mendoj që për shembull ajo gatishmëria e studentëve në Kosovë dhe Shqipëri do të ishte shumë e madhe se sa në vendet e perëndimit të Evropës perëndimore. Sepse mendoj që jemi më unik, shqiptarë sidomos, rinia shqiptare, sepse dhe jemi shumë më optimist. Të rinjtë që po merren me teknologji janë shumë optimist. Për shembull nuk dëshirojnë që të qëndrojnë në Shqipëri dhe Kosovë, të ndërtojnë diçka këtu, të kontribuojnë për atë e tyre dhe kjo është diçka shumë e mirë. Dhe kur kam biseduar me sipërmarrës shumë të njohur nga Finlanda sidomos, nga Skandinavia, e kanë pra rinia finlandeze, rinia evropiane e kanë si lloj optimizmi i tyre shumë i vogël se sa i shqiptar, vitrinëve shqiptar. Ti ke shumë, fal Gjergj, vazhdo. Ajo do të kuptoja përplasjen mes ndoshta do bëj një pyetje që më shumë e zgjat muhabetin se sa, po. Unë besoj për ta zgjatur. Vetëm shumë shkurt, po. Vetëm shumë shkurt. Materiali mbi cilët trajnohet chatboti është materiali didaktik aktual, do të thënë kurrikula është aktuale dhe thjesht implementohet një chatbot i cili është më i kollajshëm si interaktivitet, apo është një përshtatur në bazë të kësaj? Thjesht po ose jo dhe shkurtimisht nëse. Jam kurioz. Edhe do të është kurrikula aktuale që është implementohet në një chatboti. Okej. Edhe tjetra, kush është arsyeja që vendet skandinave nuk ju duket një ide e mirë kjo? Domethënë një ide përdorimi i kësaj metode. Domethënë me çfarë, bazuar në çfarë? Nuk e di. Okej. Jo, nuk e di sakt, por mendoj për shkak të rezultateve të shkëlqyera që arrin në metodat aktuale, nuk dëshirojnë që ndoshta të rrezikojnë për të
ndryshuar për të bërë reforma në arsim sepse nuk ka nevojë. Por di për shembull Kosova që jemi në po pra. Shqipëria që jemi shumë poshtë në ranglista botërore të PISA-s. Atëherë duhet shohim për të bërë reforma, jo të rrim ashtu siç jemi. Do të sugjeroja vetëm diçka me që jemi në këtë temë bisede për ta mbyllur për ta zgjatur shumë. Unë mendoj që në radh parë duhet zgjidhur problemi i kurrikulës në vetvete, se sa janë, domethënë sa e vlefshme është kurrikula në vetvete dhe pastaj mënyra se si ja përcjell ti ndaç me libër, ndaç me chatbot, ndaç me PDF, nda whatever, është tjetër muhabet. Po mendoj që interesi kryesor rreziku kryesor i luftës që do të duhet të bësh është më shumë të ndryshosh kurrikulën se sa mënyra se si perceptohet. Sepse nëse e njëjta kurrikula, le që ti e ke parë vetë, është kërkojnë ndjesë se kjo është diçka, domethënë kështu. Neve nuk rrim dot pa e gazuar, dhe kam përshtypjen fiks. Kemi shumë për të folë, kemi shumë për të folë dhe unë dua duke uruar Kaonin për çmimin, duke uruar për impenjimin, sepse bura ke marrë një impenjim me postime të jashtëzakonshme, LinkedIn, social, kam përshtypjen dhe rrjetet e tua sociale i ke miqësore, i ke aktivizuar për të fitur këtë çmim dhe fiks you make things happen. Dhe kjo është ajo gjë e mirë sepse kush i hyn, kush implementon atë që di dhe të përpiqet t'i arrijë gjërat, t'i arrin, dhe kjo e tregon në rastin tënd. Unë do të ftoj në Tiranë vitin tjetër, pra i bie mbas ca ditësh ose javësh, që të bëjmë një intervistë thelluar së bashku dhe kjo të jetë patjetër në numrin e ardhshëm të Business Magazine, por edhe në kanalin tonë të YouTube-it për të shkuar në thellësi historisë tënde, asaj që je duke punuar, asaj që je duke bërë dhe pse jo ti trajtojmë këto tema pak më specifikisht sepse besoj që kanë shumë vlerë dhe mua m'pëlqen kjo qasja. 10 vjet u bë Business Magazine kësaj radhe këtë vit dhe Kaoni ka qenë 4 vjeç. Tani çfarë diskutimi do bëjmë me Kaonin, mendoj mbas 10 viteve të tjera. Kur të shohim çka ka fol sot dhe çka do flasim mbas 10 vite. Jam shumë kurioz ta shoh, jam shumë kurioz ta di. Kështu që të sinqerisht të falenderoj që ishe pjesë dhe për çmimin dhe do të kontaktoj edhe nga ekipi jon për të marrë trofeun. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Vaf Barkaun. Kaon, suksese të mirat, suksese. Suksese aty. Okej. Gjergj. Super. Fantastike, Më pëlqen këto, më mbushin me optimizëm këto. Po, patjetër. Domethënë mendosh që është një person, se ndonjëherë thonë që okay, nuk mund ta ndryshojë një njeri botën, po nëse është një 14 vjeçar që sjell një ndryshim të paktën, edhe sikur larg qoftë o Zot, mos bëj asgjë, kuptimin mos ta rri asgjë, vetëm ideja që ai është përballë një sistemi të tërë dhe ka kurajën edhe ka mbështetjen e njerëzve tregon që mund të bëj diçka. Edhe i 14 vjeçar mund të bëj diçka me dëshirë të mirë. Normal që do i bashkangjiten shumë njerëz edhe s'kan për ta lënë vetëm, s'ka për të qenë vetëm edhe po çdo kush që mendoj që kjo bëhet apo ajo nuk bëhet, unë i pari domethënë që jemi arritur me këtë gjë, kështu që këto limiting beliefs i kemi si sistem operimi, edhe është e vërtetë. Ti e billoj shpresë të jashtëzakonshme, është shqyr. Edhe unë këtë mendoj që kjo pjesa e mënyrës se si sistemi operativ i joni punon, sado që ne përpiqemi, kërkon ca kohë, kërkon ca gjenerate, kërkon një mjedis mirëfilli, kërkon një kulturë që brezat e ri janë duke përqafuar. Dhe urojmë që me këtë shembull të tillë të tjerë, fëmia jon, fëmia jot, pra njerëzit që janë këtë moshën e Kaonit, mos kenë më limite. Pra praktikisht kjo është ajo detyra jonë si prindër dhe si njerëz që bashkëjetojmë këtë mjedis. Okej. Me që jemi tek kjo të për të ndërpres. Jo, të lutem. Nuk jam emocionalisht gati për influencerin e vitit tani. A mund të bësh startupin e vitit më përpara apo e ke kështu? Jo, e kam merak startupin e vitit sepse ne kur e kemi nisë kemi qenë dhe jemi revista ose media që promovon fuqishëm, inspiron, promovon dhe startupet janë ajo gjëja jonë e dashur. Prandaj lash për fund. Unë shoh individin, domethënë se ne jemi rritur në beskultit e individit, nuk i shqitemi dot. Jo, mu më pëlqen që ne influencerën e kemi futur, po jo me idenë që influencerat të show apo gossip, janë business influencers ose njerëz që ndikojnë kryesisht ata të cilët janë profesionistë, punojnë karrierë me materiale edukues, pra ndikojnë realisht me modele të mira pozitive në punë, biznes, karrierë, në shoqëri. Pra pa hyrë ato pjesët e influencerit të TikTokut. Jo se kanë gjë. Ne tregojmë që edhe s'kemi format të ngrirë. Okej. Let's go. Po meqense TikToku s'ka qenë këtë vit, nuk i kemi futur influencerët e TikTokut. Po.
Atëherë Po, gati. po. Zbuloj influencer i vitit. Okej, normalisht. Salaj. Normalisht. Urime shumë suksese Blendi. Ky Blendi është modeli mjaft pozitiv, sepse nuk i përket vetëm ekranit, nuk i përket vetëm medias, nuk i përket vetëm shoqërisë civile, është një njeri i kompletuar dhe është ai Brezion, të cilin unë modelet tilla që ja dalin dhe ja arrin jo vetëm për vete, por arrin të ndikojnë me modelin e tyre, me shembullin e tyre, me atë që bëjnë në nivele shumë të ndaja, janë modelet më të mira për mendimin tim, që nëse do kishim më shumë Blende në atë që bëjnë në media, në emisione, në aktivizime të tjera, besoj do kishim një shoqëri që do reflektonte shumë më mirë pozitivitet, shumë më mirë vlera dhe shumë më mirë sjellje të cilat do të na bënin ne të ndiheshim mirë. Pra praktikisht unë e ti këto mediat kryesisht televizive apo këto të masat besoj i kemi deri diku i kemi lënë bazdore, por janë njerëz si Blendi apo programe që drejtohen nga njerëz si Blendi që na bëjnë ne të kthehemi herë pas here dhe të shohim se si ka vend për gjëra pozitive, ka vend për inspirim, ka vend për përthithje të materialeve edukuese dhe vlerave që ne duhet na drejtojnë si shoqëri. Shumë i lumtur që kemi Blendin. Si e shef ti Gjergj Blendin? Ajo që më vjen keq tek puna e Blendit është që neve nuk gëzojmë si shoqëri, nuk gëzojmë një punë të prekshme, të tipit për shembull që ka ardhur koha që Blendi do të mendoj seriozisht për të bërë një libër. Edhe po cek në atë me këtë rast edhe faktin që në rrethin tim ka pasur dhe ka në zhvillim disa njerëz që kanë botuar libra si vjet, profesionistë ndryshme, ose janë duke e përfunduar një libër. Të njëjtën tani nuk po them që Blendi do të ulet tani të bëjë një libër, sepse libri është punë kolosale, është domosdoshmë është angari e madhe. Jo, me suportin e AI mund të bëhet më shpejt. Okej, po domethënë AI mund të mbuloj volumin e punës, por nuk do të mbuloj dot atë që nuk ta nxjerr dot atë që ti ke brenda. Do ulesh do e shkruash vetë domethënë, vetvetiu. Absolutisht. Dhe them që kjo si ndim. Kjo do ta ndihmojë. Po. Kjo është e vetmja, domethënë, është një mangësi pozitive që ka figura dhe puna e tij. Domethënë që nuk është një mangësi, po është diçka që me kohën ndoshta. Kurse nga ana tjetër, ajo që ai prodhon, postimet, mendimet, çfarë do lloj gjëje tjetër, janë kjo pjesa tjetër e atij gazetarit që neve na mungon ta shohim vërtet në televizion. Domethënë na pëlqen ose nuk na pëlqen, shumë mungojnë, janë shumë të rralla. Kur shikoj se tani s'dua ta bëjmë kështu që kur shikojmë gazetarët jashtë, po në të vërtetë domethënë gazetarët jashtë humbin jetën për hir të profesionit tyre. Domethënë janë njësoj si zjarfiksit, si kushdo tjetër që është atje. Tek neve fatkeqësisht domethënë kjo figura gazetarët shihet i çik shumë me mosbesim për arsye që dihen, po roli i tij në media na ngushëllon, na jep një lloj perspektive tjetër që shikosen në fund ditës çdo njeri bën zgjedhjet e veta dhe nëse ka vendosur që të jetë njeri jo i dashur për shoqërinë, njeri i mirë. Njeri i mirë, pa dhe me shumë idiot e fare, po njeri i mirë. Në fund ditës e dur, po normalisht në një fjalë të thjeshtë. Njeri i mirë, po. Njeri i mirë ta vendosin. Komplikosh. Vendosin të jenë njeri i mirë deri në fund. Po. Edhe do doja me gjithë qef që kjo puna e tij të kalonte tek njerëz të tjerë të përhapes, si thuaj. Domethënë të zërë vend. Duhet të krijojë një sistem, duhet të krijojë diçka, një lloj komuniteti rreth vetes, duhet të zgjedhë diçka, nuk e di si mund ta. Ose ndoshta nga që ky është workflow im edhe workflow i klientëve të mi, domethënë po them që edhe domethënë unë jam me këtë mindset, domethënë tipit që okay, po ka shumë potencial për të ndryshuar vërtet jetë njerëzish në mënyrë praktike, të prekshme. Domethënë okay, një postim ty të ngroh, po në fund ditës ti përballesh me realitet tjetër. Domethënë pavarësisht se çfarë mund të t'japi Blendi, domethënë ose njerëz të tjerë, ose figura e Kaonit, ose shembulli jot, ose shembulli dikujt tjetër, në fund ditës neve prapë përballemi me realitetin tonë, duhet ta zgjidhim neve vet.
dhe përvoja e tij, njohuria e tij, diapazoni i këtij njeriu mund ndihmojnë shumë njerëz po të vihet në kuptimin e një workflow se na falni për këto fjalë të anglisht që na shpëtojnë për një nëse vjen në funksion të njerëzve me anë të një sistemi edukativ, po e them kështu, të transmetimit të dijes së tij dhe të përvojës së tij dhe dashamirësisë tij mbi të gjitha. Do ishte për mua do ishte super arritje e shoqërisë tonë, sepse pastaj shndrohet në shembull edhe për njerëz tjerë që mund të kenë kapacitetet, por nuk e japin dot. Është njësoj si puna këtyre që thonë që janë, ore ti je profesionist i mirë, është diçka dhe ti je profesor i mirë për profesionin tënd, është histori tjetër për tjetër. Është më e vështirë, po. Është akoma dhe më vështirë. Kështu që them se Blendi ka ardhur kohë të futet ke shkolla pedagogjike dhe të bëj një kurs të përshtuar. Po kam përshtypjen se cili me atë që bën, sidomos kur është në fushën e komunikimit, po e quaj se nuk dua t'i vej atë termin media, sepse gazetar, okay, na fal. Ne nga ju që jemi njerëz të rëndom. Gazetar, se si më duket, jo se kam gjë kundër, s'kam asgjë, por komunikimi është vlera bazë dhe pastaj kur ti zgjedh të komunikosh atë që duhet për njerëzit në momentin e dur për të reflektuar jo vetëm për vete, por për të reflektuar një model pozitiv për të gjithë atë që të rrethojnë, unë besoj që këtu është arritja kryesore e këtyre njerëzve, këtyre figurave, të cilët arrin ndikojnë, sepse shumë veta, shumë njerëz e kanë shansin të bëjnë gjëra të mira, ose jeta i ka sjellë në vende të dura, në kohë të dura, por nuk kanë zgjedhur të bëjnë atë gjën e dur për vete, mase, por jo për të gjithë. Pra nuk duhet vej emra, nuk duhet vej etiketa, por praktikisht shumë njerëz kanë mundësi të ndikojnë mirë, por shumë zgjedhin që të shkojnë me rrymën, shumë zgjedhin të shkojnë me turmën, shumë zgjedhin bëjnë atë që bëjnë gjithë, se kështu është media. Duhet bësh këtë, duhet bësh atë që të krijosh audiencë, duhet bësh clickbait, duhet të kapësh kronikën, duhet të kapësh atë gjën që e pëlqen populli, duke u justifikuar se këtë do populli dhe i japim atë ushqim që do. Ndërkohë nuk është ashtu. Dhe unë nuk mjafton një, mbase 2-3 Blenda apo njerëz si Blendi, sepse s'duhet të ka shumë vlera në këtë vend, ose njerëz që punojnë në këtë drejtim, po duhen shumë të tillë që të arrijmë të kemi ndikim, sepse besoj ndikimi fillon nga secili dhe nuk e ka atë arritjen aq shpejt sa një postim që të rreth miliona klikime. Është ajo që e merr, bën ndryshim te një person që ka afër, bëhen 2, pastaj bëhen 4, bëhen 6 dhe kjo është graduale. Ne vërtet durimi mbase është vlerë tjetër, por besoj që duhet kemi çik durim që të mirën ta përcjellim, se brezat që do të vinë do ta marrin më shpejt dhe do të kenë mundësi ta reflektojnë dhe ata në shoqëri. Ka edhe një, domethënë, çështja e impaktit që kanë këta ose që mund të kenë këta njerëz dhe potenciali i tyre që shkon, domethënë, pjesërisht i pashfrytzuar, është që ndonjëherë këta dhe nuk dinë se çfarë, domethënë, nuk në atë jo nuk dinë, po në atë grumbullin dhe në vrullin e përditshëm dhe në grumbullin e madh të gjërave që kanë për të bërë në përditshmëri, nuk arrin të fokusohen dot që çfarë mund të bëj unë për të ndikuar në jetën e njerëzve, çfarë mund të jap më shumë dhe pastaj vjen çështja tjetër që ne nga që kemi punuar marketing dhe këtë kemi zanat që duhet vendosin disa arritje të prekshme për të thënë që okay, si vjet ndihmova 2 veta, vitin tjetër do të ndihmoj 4. Në kuptimin ndihmova që ata janë në një shkallë, në një grad, në një nivel tjetër, në një pozicion tjetër, kanë mundësira më të mëdha fal ndihmës që i ofrova unë, fal suportit që i ofrova unë. Dhe pastaj vitin tjetër do të bëj 4 dhe pastaj do të bëj 8 e kështu me radhë. Kthehemi prapë te komuniteti. Çështja është që edhe pikërisht kjo është ndoshta neve njerëzit që e dim se si funksionon kjo, do të jemi më proaktiv për t'ju hapur syt, le të themi, personazheve të rëndësishëm si puna e Blendit, ju themi që shiko, puna jote një pjesë, po si thua, ka firo, kupton, ka diku rrjedha i tubi i komunikimit edhe informacionit edhe për ta mbledhur, për ta kanalizuar gjithë atë vlerën e tyre shoqërore, dashamirësinë e tyre shoqërore. Ndoshta njerëzit si unë duhet të jenë më proaktiv, po e them edhe një herë duke ju kontaktuar, duke thënë që shiko, mund të bësh ju 3, 4, 5 gjëra, edhe mendoj se do ta bëj.
për të pasur më shumë, Kështu që ki kujdes Blendi Sala se do të të vijë një mesazh, call message në Unë jam WhatsApp. duke i shkruar, edhe Okej. Kili kam shtypur po merret për ta kontaktuar, që urojmë që të jemi ta kapim online, sepse e Po. bukur e kësaj gjëje është që njerëzit mund të t'i kapin, mund dhe mos t'i kapin, sepse janë si puna e emës, që ishte duke marrë gocën, duke marrë fëmijën. Por unë them ta provojmë mirë, t'i japim kohë, sepse rastësia është si e thuhet, mbreti i Po, eventeve. mbreti i botës. Kështu që unë po tentoj ta arrij dhe nëse kështu të futet, qoftë për pak minuta, sa për ta uruar, sa për ta përshëndetur. Anyway, grupi po aty e kontaktoi njëri, po e shkruaj dhe unë. Kishte një mesazh aty, kishte një koment, Gert, të lutem, tek. Po. Po, komentet që vijnë. Atëherë, ja, prit se hyri Blendi. Atëherë. Okej. Direkte po e fus online. Add to stage. Përshëndetje. Ja, mirë se erdhe. Përshëndetje Blendi. Mirë se u gjej. Urime. Po, faleminderit. Nuk e prisja, me thënë të drejtën. Neve kishe frika mira. Bënim shumë elozhe. Ka pas frika mira, sigur. Jo, po shiko, ajo çfarë nuk doja të bëja unë ishte që ta promovoja si garë kështu në ato rrjetet sociale, se është fort e hishme, domethënë, kështu që e lash, e postova një herë kur ma ofruat, ma dërguat herën e parë dhe pastaj e lash që të merrte rrjedhën e vet, domethënë, pa u përpjekur që të mos bëhet kështu një garë egër, e ashpër. Ashpër, jo. Nuk ka pak e paduhur ashtu. Kjo në fakt e nisëm dhe bisedën. E nisëm dhe bisedën për të thënë që nuk është termi gari duhuri. Me këtë hall po qan, po. Praktikisht është një award, është një vlerësim, në sensin që vlerësimi i takon audiencës. Pra, që nga nominimet deri te vlerësimi nuk është se kemi ndikuar për të vënë ca kritere, po audienca në vetvete, pra ata që e ndjekin, ata që lexojnë Business Magazine, ata që e kanë ndjekur gjatë gjithë vitit, dhe ata që ndjekin përmbajtje të tilla edukuese, inspiruese, vlerësuese, modele pozitive, ato që transmeton dhe ti në ato postimet e tua, në atë që ti jep, në atë refleksion të gjës që je online, kam përshtypjen kemi përputhshmëri me audiencën tonë, edhe ata pastaj kanë vlerësuar. Gjergj, se ta ndërpreva? Ajo që po për të vazhduar aty ku ishe, atë që po thoje Blend tani ta marrë çik hakun, domethënë. Ne po thonim që është pikërisht kjo dashamirësia për të qenë nuk po them korrekt, po kupton, po për të qenë domethënë në atë tek vetja jote, në natyrshmërinë tënde, që na ka marrë qafë edhe ne të tjerëve që presim nga ju, a kupton? Sepse normalisht ajo që po diskutonim ishte kjo. Neve jemi shumë ka plot njerëz që presin me të vërtet që ti të thuash një fjalë. Domethënë ti të nxjerrësh një postim, të japësh një mendim, sepse ka një lloj kështu si themi ne, comfort, ka një lloj gjen një lloj jo rehatie, si themi, gjen një lloj jo paqeje, ngushëllimi, le të themi, qoftë edhe në formë kështu opiati digital, që ora ka njerëz në institucione, ka njerëz në për këto aktivitetet, në për media, në për këto që neve i shajmë gjithë ditën, a kupton? Që ka njerëz që me të vërtet që edhe aty ta mora hakun edhe të quajta thjesht gazetar, të kërkoj shumë djes, po do isha në atë rrëmujën e mendime. E kuptoj çfarë po them? Kuptoj shumë mirë. Dhe ideja është që ti me atë drejtësinë tënde, një righteousness, më kupton, e të mbajturit gjërave fair, më shumë na dëmton se sa na ndihmon. Sepse neve kemi nevojë me vërtet atë momentin tënd që ti të shkosh në tempull dhe ti përzësh gjithë tregtarët nga tempulli me, a kupton, nga ajo me sjelljen tënde. Domethënë, neve kemi nevojë që ju të ekspozoni më shumë edhe më fort, të flisni më fuqishëm në kuptimin e
jo në kuptimin e leadershipit kështu madhështor që do ndryshoj botën, po thjesht për të njerëzit kuptojnë që ky njeri është i fuqishëm jo vetëm mendërisht, po edhe psikologjikisht. Jo vetëm mendërisht kuptimin nga ana intelektuale, po i fuqishëm edhe që jam gati të përballem me çfarë do lloj sfide. Qoftë edhe kjo gjë që unë dua të fitoj këtë, nuk dua të fitoj se dua të fitoj unë. Dua të fitoj sepse fituesi është për të bërë diçka më të madhe. Dua të shikoj se sa kapacitet kam, sa gjëra kam. Dhe ajo gjëja tjetër pastaj që prap po të kritikoja kështu mbrapa krave se ti s'ishe edhe përfitova nga rasti ishte që ajo që me të vërtet kemi nevojë, unë duke ardhur nga marketingu, dua ta shoh të prekshëm impaktin tënd, të tipit që unë dua të di që sa njerëz që kanë lexuar postimet e Blendit, sa njerëz që ju ke folur ti si vjet kanë ndryshuar diçka në përditshmërinë e tyre, në punën e tyre, në diapazonin e tyre. Si vjet azëm kanë qenë 2 veta. Unë dua që vitin tjetër ta të jenë 4, po të jenë të prekshëm. Ta di që Gjergji dhe Gerti bën këtë intervistën me Blendin dhe dolën, nuk u them doli një njeri tjetër, po pati një impakt të prekshëm. Dhe pastaj e mbyll atje duke thënë që inshallah ka ardhur momenti që do të fillojë një libër. Që unë ta quaj që po punon seriozisht me popullin. Tani ta jap. Ti japim po Blendit se Blendi më tha që duhet shkoj të marri ka një ca impenjime familjare. Jo, s'ka problem. Shiko, unë jam i nderuar. Jo, të kuptoj shumë mirë. Unë e vlerësoj shumë vlerësimin e njerëzve në këtë rast, siç po thosha, kam dashur që të mos t'i ndikoj ata dhe të bëj shere, kuptoj që në interes të revistës do të jetë më shumë shere në atë kuptim, por në interes të mirë. Por doja që të vinte natyrale. Ajo çfarë jam munduar që të bëj është që t'i qëndroj besnik 5 gjërave që unë besoj. Edhe ta bëj këtë pavarësisht të profesionit që kam apo jetës që jetoj, edhe të jem tërësisht i vërtet në çdo gjë që bëj. Se mendoj që herët apo vonë, edhe pse me hapa të ngadalta, kur nuk e bën shumë atë dhunën digjitale apo me vetë identifikimin e vetë vendosje në një, ku diun, në projektor, mund të marrë më shumë kohë, por gjithsesi është më organike. Në fjala vjen unë s'kam vler kur asnjë ndjekës, siç janë se vinë ato mesazhet që të ofrojnë 10.000 për 100 euro, 20.000 për 200 euro, diçka e tillë, sepse e di që ato pastaj janë njerëz në Bangladesh apo në Mongolia, ku mund të jenë ata, që s'kan lidhje me mos qofshin edhe hiç njerëz fare, domethënë kështu account e fake. Kështu që kam dashur që të rritja të vi gradualisht, por të jetë vërtet. Dhe me të drejtën e ndjej përgjegjësinë që duhet të flas edhe më fort, edhe më shumë. Nuk është se nuk i mendoj gjërat, nuk është se nuk kam opinione, nuk është se si bërtas televizorit unë në shtëpinë time kur shikoj se çfarë po ndodh, dhe vjen një moment që ti duhet marrësh përgjegjësi përsipër edhe nëse ke një zë, ta bësh që të dëgjohet. Dhe me të drejtën jam munduar që ta bëj këtë, duke përdorur edhe platformat që kam në dispozicion në këtë moment, por nga ana tjetër mendoj që nuk mjafton, mendoj që duhet edhe më shumë, edhe duhet bërë edhe më fort edhe në forma nga më të ndryshme. Vetëm se qëllimi im asnjëherë nuk ka qenë edhe që unë të vetë identifikohem apo shikoj, e di çfarë më trëm Gjergj edhe Gerti, mua më trëmbin njerëzit që e kërkojnë pushtetin. Më trëmbin, nuk është fjala e dur më trëmbin, por nuk më pëlqejnë, edhe u druhem njerëzve, ose jam shumë skeptik ndaj njerëzve që e kërkojnë pushtetin. Edhe kam parë në aq histori sa kam studiuar unë që njerëzit që janë ngritur në momente të caktuara për t'u udhëhequr, edhe jo domosdoshmërisht për t'u udhëhequr një kom, po flas për t'u udhëhequr një lëvizje, për t'u udhëhequr një organizatë, janë aty si pasojë e rrethanave. Rrethanat i çuan atje, jo se ata e kishin atë etjen e madhe për pushtet edhe atë etjen e madhe për të qenë ata prisit edhe, domethënë rrethanat i kanë bërë që ata të ngrihen ton, po mirë, okay, mëra kjo mbi supe duhet ta mbaj tani. Kurse ata që e kërkojnë këtë, që zhubraviten për këtë, që bëjnë çdo gjë për të arritur atë, mua më shqetësojnë. Edhe më duket sikur ka një problem aty kur kjo etja për pushtet është aq e madhe, aq e dukshme, edhe se mund të shkelesh edhe 3-4 parime fundja që duhet i ketë njeriu që udhëheq. Kështu që unë shumë përurësisht para gjithë atyre që më mbështesin, se mua më dërgojnë shumë mesazhe, unë e kam një ide relativisht qartë se çfarë njerëzit mendojnë, dhe jam shumë i qetë sepse nuk kam ndërtuar një personazh.
nuk jam përpjekur fare që të skematizoj, ti mashtroj në ndonjë mënyrë apo ti bëj tu duken si dikush që s'jam në të vërtetë, domethënë si një konstrukt, nuk jam një konstrukt, unë jam ky që jam. Edhe një prind me 2 fëmijë, me probleme, me shqetësimet, me gjithë gjërat që ne hasim në këtë vend. Unë shkoj e blej bukën aty ku e blen gjithlagja, jetoj në një pallat si shumë banor tjerë këtu, gjysma dhe jam pensionista, nuk kam ndonjë saltanet apo ndonjë pasuri për të treguar, por jam një qytetar që zgjedh që të jetoj në Shqipëri, me të drejtën. E kam atë mundësinë për të jetuar jashtë, kam një pasaportë të huaj dhe kam vendosur që të rri këtu. Kam vendosur të rri këtu sepse këtu jo vetëm më përmbushet shpirti im, që është e vërtet, edhe është si thosh vendi ku kam varrin e time mëje e të gjyshrëve e gjithçka tjetër, por edhe sepse ndjej që jam më i nevojshëm edhe më i dobishëm këtu, se që mund të isha i nevojshëm apo i dobishëm në një vend tjetër të madh që bën edhe pa mua fare mirë. Kështu që e kam këtë ndjesi të paturit përgjegjësi për të folur mirë edhe për të drejtuar me elegancë, po them, në drejtimin e dur. Flas për të ruajtur integritetin, për të luftuar korrupsionin, për mos pranuar gjithë Sa fenomene që na shqitet, që na shqitet sikur domethënë ky luksi, kjo pasuria, kjo dëshira për paranë shpejt, domethënë mua më dhem realisht më pikllon ndonjëherë se si shumë njerëz i shikojnë gjërat shumë materialisht, shumë ngushtë, kur ka edhe ne jemi një vend, mendoj, i mrekullueshëm, pa hequr më njan faktin që ka gjëra që ma heqin trurin në mënyrën se si shqiptarët veprojnë. Shpesh herë, kur them shqiptarët e fusat e veten time atje, po unë mendoj që ne jemi më mirë se aq. Dhe mund bëjmë më mirë se çfarë kemi treguar deri tani. E kur mendoj për shqiptarin mesatar, nuk mendoj për atë gangon apo atë ku di unë, por mendoj për njerëz që punojnë ndershmërisht, njerëz që lexojnë, njerëz që kanë respekt, kanë edukat në rrugët, që ta hapin atë që e respektojnë qoftë edhe radhën në një dyqan, jo atë që të futet kështu që të bën për budalla, edhe mendoj që ka një shumicë të heshtur të njerëzve që kanë vlera të vërteta, se fundja nuk jemi të parët në këtë kom, kemi ardhur nga gjyshrit e nga prindrit tanë, edhe diçka është bërë këtu. Se nuk dua të përhapem kot, por një gjë për shkakun që unë bëre është që sikur të marrësh vetëm kostumet popullore, vetëm këngët e vallet, me që ajo është gur, është traditë, është shekullore, ti shikon se si janë veshur gratë shqiptare në ato kostumet, qoftë të zadrimës, qoftë të lungjerisë, qoftë të çamërisë, qoftë të Kosovës, edhe shikon që këtu ka pas kulturë, ka pas shije, ka pas ngjyrë, ka pas gusto, qoftë burrat, qoftë gratë në veshjet, po edhe të këngët, edhe të vallet, edhe gjithçka. Nuk kemi popull idiotësh, një popull barbarësh që zbritëm një ditë këtu edhe zum vend. Përkundrazi, mendoj që jemi për çfarë të krenohemi. Edhe këtë kemi nevojë ta çojmë përpara. Në gjithë Këtë po krijonim, këtë po përpiqeshim të thonim dhe përpara se ishe ti, Blend, faleminderit për këtë përmbledhje, sepse gjithë thelbi i bisedës kjo ishte që njerëz si ju, si ty, apo njerëz në çdo profesion, të njerëz të mirë që ne i përkufizojmë me termin e thjeshtë, s'po gjenim se si ta përkufizoni, po njerëz të mirë që duke qenë vetvetja, duke dhënë maksimumin, duke bërë gjërat që dinë të bëjnë më mirë, reflektojnë një model të mirë, dhe ky model nëse ke një platformë ku të flasësh, ose nëse ke një komunitet ku mund të ndikosh, nëse ke zë ku mund të përcjellësh, të gjitha mund të bëjnë një efekt të mirë që refleksioni ose pasqyrimi i këtyre modeleve të shkojë tek njerëzit që duan ta përfitojnë. Dhe kjo përkthehet gradualisht në kulturë. Dhe vërtet nuk është me efekt imediat, po thonim, pra siç mund të jetë një postim që ka një trigger, ka një efekt të jashtëzakonshëm, sepse mund të jetë fake news, mund të jetë një lajm që e do populli dhe e merr 1 milion shikues për një herë, ndërkohë këto lëvizjet e tjera të buta, pra duke qenë vetvetja apo duke ndikuar një pas një, 2 nga 2, 3 nga 3, këto kanë përshtypjen që përkthehen më vonë në vlera dhe në kulturë, por ama janë më të qëndrueshme dhe bijem dakord, besoj të gjithë që ky për gjithë ne që bëjmë këto gjëra ose sillemi siç duhet sillemi, nëse jemi shumë,
ndikimi do jetë shumë më i madh dhe brezet që do të vinë do kenë më tepër atë mundësinë, do kenë më tepër atë modelin e mirë që duhet ndjekën dhe do të bjerë ky modeli tjetër i atij që heq radhën, atij që korruptohet apo ai që bën gjëra të tjera. Pra, efekti i influencuesit që secili nga ne duhet ta ketë dhe në botën që po jetojmë, besoj që nëse kemi më shumë njerëz, më shumë blenda e përkufizuar në para se ty e ti, besoj efekti do jetë shumë më i madh. Faleminderit që ishe pjesë e garës, shumë faleminderit që ishe pjesë e këtu në kohën tënde se ishe pa njoftim, pra që të shkruaj shpejt e di që mbase ke orar për të kapur. Gjergj, për ta mbyllur, ke diçka për Blendin? Merdi në mendje një pyetje që do të zgjaste shumë, po inshallah Blendi do të shpejt. Jo. Shiko, nëse do ishte vetëm një gjë. Jepi. Jo, përgjigjja është vetëm me fjalë, po kam besim. Nëse do ishte vetëm një gjë që ti do ndryshoje në këtë shoqërinë tonë, qoftë në aspektin antropologjik, qoftë në aspektin shoqëror, kulturor, çfarë do lloj gjëje, një gjë që ti do ndryshoje dhe të thoje që po të ndryshojmë këtë, do jemi shumë afër një rezultati pozitiv në përgjithësi. Do ecnim shumë më shpejt. Mendoj që nëse do të vlerësonim sa duhet dijen edhe leximin, mendoj që e kemi të sigurt të ardhmen. Mendoj që demokracia është në rrezik nëse njerëzit nuk lexojnë edhe nuk arsimohen. Dhe do ktheheshim brava në mesjet, domethënë në kohën kur njerëzit nuk dinin të lexonin edhe sundoheshin shumë kollaj. Kjo më shqetëson që ne duhet me patjetër të mësojmë arsimimit dhe leximit, edhe leximit për qejf, jo leximit detyrueshëm për shkollë, sepse mendoj që ajo tërthorasi pastaj garanton mendimin kritik, garanton të ardhmen, empatin, ndershmërinë, dëshirën për punë e shumë gjëra tjera. Super. Edhe dia ose urtësia dhe jo informacioni, se informacioni kemi të gjithë në dorë, por puna është atë informacion. E kishte thënë Naimi në vargje dhe dritë e diturisë përpara do na shpjer. Aty jemi. Shumë faleminderit. Blend, ne do shkojmë në intervistë më të thelluar besoj vitin tjetër për numrin e ardhshëm të Business Magazine, që do jetë një speciale për business leaders që ishin fitues të kompeticionit. Të uroj dhe festa të gëzuara dhe ekipi do lidhet me ty dhe për të sjellë trofeun. Shumë faleminderit. Faleminderit Gerdi, shumë faleminderit Gjergji. Faleminderit, gëzuar dhe juve. Gëzuar. Wow. Gjergj. Ishte surprizë ishte, po. Tani po vim te çmimi i fundit. Çmimi i madh. I madh. Dhe janë të gjitha, po ideja është kur na pëlqen të bashkangjitem me këtë pjesë të startupit, se kanë qenë mision për neve, edhe është nga ato filozofit që ti nuk e kupton që pse do merresh me këto gjëra, por kur futesh, kur angazhohesh, kur kupton atë energjinë, kur kupton atë ndryshimin që ti pëson si njerëz, si biznes, si entitet, duke u angazhuar në këtë mendësinë e startupit, sepse ishim mësuar me mendësinë e biznesit. Bleje lirë, shide shtrenjtë, para shumë vitesh, si që quajnë biznesin, ndërkohë startupit. Është një filozofi tjetër kur ne duhet ndërtojmë një zgjidhje për një problem që dikush e has, por ky problem duhet të jetë aq i madh sa të ndikojë shumë njerëz dhe zgjidhja jote do ndikojë në mënyrë të jashtëzakonshme duke u rritur duke bërë scale. Dhe këtu shohim që ne kemi mision jetë dhe kemi si thosh filozofi që ne e përqafojmë të gjithë, qoftë biznesmen, qoftë komunitetet që ne kemi rrotull. Nuk është thjesht për të qenë biznesmen, sipërmarrës është duhet të jesh në mendësi që ti mendosh kritikisht dhe kur shef problemet, mendosh zgjidhje dhe ti jesh i gatshëm ti implementosh, jo të presësh të ti zgjidhë qeveria apo dikush tjetër. You can. Do të citoj një postim të Daniel Kazanit, është co-founder i SoftUpit, është një kompani që ofron shërbime software development. E njoh Danielin. Daniel domethënë i ka prekur këto startupet në shumë, domethënë në përgjithësi, në disa aspekte, kuptimin jo vetëm marrëdhënie me klient, por domethënë kuptimin njerëzor të fjalës dhe postimi thoshte që pjesa më e vështirë të qenurit, domethënë ky entrepreneurship digital është që ti lë një punë që merr me 6 shifra për të marrë minimumin, për të paguar minimumin etik nga ky startup që ke themeluar. Edhe pjesa më e vështirë është të bindesh, domethënë bashkëshortin ose bashkëshorten që ore kjo është një ide e mirë. Kjo që po bëjmë tani, ja vlen, lash të punën $200,000 në vit për të bërë një startup që nuk e dim si do i shkojë filli, kupton? Do ne duhet punoj 5 vjet.
Duhet të jesh optimist me startupet, nuk mund ta nisësh shumë. Patjetër, jo normal, normal. Çështja është që ai ngrinte një problem shumë më të madh sa thjesht ideja e biznesit. Unë mendoj që duke lexuar mes rreshtave është që kthehemi prapë tek ajo sfida njerëzore. Domethënë tipit që suksesin është vërtet që si vjet po bëj po të njëjtën punë dhe po marr më shumë para dhe zhvillimi im si person është pothuajse zero, apo kam hequr dorë nga ky suksesi kaq i matshëm financiarisht edhe po filloj diçka që do më po filloj diçka që me të vërtet do më shtrydhi, do më sfidoj, do më lodhi, do më ropas, do më torturoj, do më stërmundoj për të qenë dhe pastaj kur ti e kalon të gjithë të fazën e torturës, të themi, je me të vërtet njëri tjetër, do të i sprovuar, ke tjetër nivel angazhimi, tjetër nivel perceptimi për botën, për mënyrën si e ndërmerr të aventurën e jetës e tjera. A them që kjo çështja e startupeve, edhe pse neve domethënë qeshim edhe tallemi gjithë ditën e bëjmë shaka edhe prap domethënë është për të admiruar vërtet njerëzit që ngulin këmbë tek ajo ideja e tyre, vazhdojnë, investojnë jetën, se para, të investosh para është normale, është minimumi etik që mund bësh. Do të thonë që për të investosh para është okay. Po të investosh atë besimin dhe energjinë tënde të përditshme është whatever. Dhe është mënyrë jetese, kthehet në mënyrë jetese gradualisht. Dhe me gjithë dhe me gjithë arritjet që mund të ketë po përmend Ervin Kalemin e Pablerit, me gjithë arritjet që mund të ketë Pableri si startup nga fillimet dhe çfarë do lloj gjë tjetër, unë them se shembulli personal i të mos hequrit dorë nga ideja jote dhe për më tepër të quarit përpara një startupi pa investim të jashtëm, do të thonë që është një mund ta quash mrekullim më vete, do të thonë që të ngulesh këmbë tek ajo gjë e ti është suksesshëm, është një case study më vete, do të thonë është diçka që duhet parë me sy tjetër përveç arritjes financiare, numrit klientëve, numrit përdoruesve, çfarë lloj gjë tjetër. Thjesht ajo ideja e mindsetit e këmbguljes tek diçka që ti beson me të vërtetë. Sepse në çfarë lloj momenti do heqësh dorë, mos një moment tjetër, domethënë njeriu lodhet, thotë ça ashtu heq dorë fare, e shet fare ku dëgjon punën vet. Po shembulli kjo i dallon Ervinin apo dikë tjetër, sepse kemi pas goxha në harkun e 10 viteve kemi ndjekur shumë si përmarrje të reja startupe që me këtë kokfortësinë, kokfortësinë po e quajmë, po nuk e ke atë kokfortësinë, ti dalësh against all odds, që është kjo fjalë pra kundër gjithë që do të thonë që nuk bëhet, do ti nuk ecën. Edhe që është diçka që të shtyn që ti kur bie, bësh të duhet të çohesh përsërisht, edhe mbas edhe nuk janë shumë ata që e bëjnë, por janë pak ata që ja dalin. Kështu që prandaj është e bukur kjo mendësia e startupit, duket cool, duket trendy që të gjithë duan ta bëjnë, po asnjë nuk ja del sepse asnjë nuk është i gatshëm ta bëjë këtë rrugtim, të ketë durim, të punojë shpejt, të jepet all in dhe të kuptojë që nuk është një rrugtim vetëm fancy, është një rrugtim që pjesën fancy e ka kur ke arritur gjërat, ndërsa vitet 9Z, pra poshtë ujit, pra dalë mbi ujë, janë vite që duhet dish të marrësh frym vetëm. Do të thënë, çështja është edhe ke përvoja që ti fiton, se ti mund të fillosh një startup që ndoshta funksionon, ndoshta nuk funksionon, ndoshta bën plot gjëra gabim, se heq dorë, fillon një startup tjetër, fillon një ide tjetër, heq dorë dhe nga ajo, do mund të jesh ke i treti, ke i katërt, ke i pestë që të kapësh atë çfarë do lloj gjë që do të sigurojë ty jetesën, se në fund ditës prap ti do të jesh sustainable kuptimin financiar të fjalës. Po do të thënë është përvoja që ti merr që të ndihmon shumë të jep një çik zemër që okay, tani di më shumë, nuk e di se sa njerëz në gjendje pastaj që që po e fillove herë, domethënë si themi ne si valle, nuk e vazhdon domethënë. Let's go. Atëherë, let's go. Jemi gati të çmimit final. Atëherë shikohet ekrani që mos na ndodheni kështu çudi. Tek unë po. Besoj se edhe tek. Atëherë besoj nëse është e ty dhe të tjerët, atëherë gati për të zbuluar startupin e vitit, startupin më të votuar në vitin nga audienca e Business Magazine, sepse tash nuk kemi kritere më i mirë, sidomos me startupet. Gati? Ka që kanë bërë butë votimeve, voto për mua. Po duhet patjetër. Kush krijon komunitet rreth vetes, ja del. Dhe fituesi është
Katalogim. Katalogim është një platformë inteligjente për arkitekturën dhe ndërtimin që lidh profesionistët, ofruesit e materialeve dhe shërbimeve në një ekosistem digjital. Super. E kam dëgjuar, është startup i dalë së fundmi dhe kjo më pëlqen. Pra, startupet janë ata që fillojnë dhe kërkojnë rritje të shpejtë. Pra normalisht si emër, unë vetëm këtë vit e kam dëgjuar, e kam njohur, e kam parë shumë kompeticione dhe kam parë një vendosmëri të themelueses për ta çuar përpara. Dhe është ajo kokforcia ose vendosmëria, ajo dëshira për të qenë kudo dhe për të çuar gjërat përpara, kam përshtypjen që i diferencon këta njerëz dhe i çon ata që të jenë fitues. Përgëzime katalogim për fituesen, po i them ekipit që ta kontaktojnë për ta pasur online dhe atë për të bërë një mbyllje të kësaj si quhet maratone business leaders 2025. Që po e bëjmë, po më pëlqen kjo pjesë, është shumë interesante dhe besoj që të ketë pasur reach, që ta kenë ndjekur sa më shumë njerëz. Edhe çfarë bën tjetër? Katalogim përmes inteligjencës artificiale, katalogim thjeshton kërkimin, përzgjedhjen dhe vendimarrjen çdo fazë të projektit. Por tash është nga ato sipërmarrje të reja, startupe të reja që unë nuk kam shumë njohuri, por besoj themeluesja, nëse do futet online tani, do të na tregoj diçka më tepër. Po unë duhet t'jap përgëzimet e mia për arsye se janë njerëz që duan të çojnë gjërat përpara me çdo kusht. Janë njerëz që pavarësisht se mund të jenë një comfort zone, po themi deri diku, duan dalin jashtë asaj. Duan të marrin përsipër një rrugtim që nuk ka gjërat e sakta, nuk ka gjërat e njohura. Ti mund të bësh 100 plane dhe asnjëri prej tyre mund të mos rezultojë suksesshëm, por ti je i gatshëm. U fut te Klaudia. U futa. Nuk e di më kthehet zëri se po e gjoj. Ne të dëgjojmë shumë mirë. Gjergj, si e dëgjon? Po, unë e dëgjoj shumë mirë, po mendoj se duhet të kesh hapur eventin në një tab tjetër të browserit. Po, nëse ke LinkedIn eventin, mbyll atë. Tani jemi okay. Okej. Përshëndetje dhe përgëzime. Dhe përgëzime për fitoren. Shumë faleminderit dhe për mundësinë dhe gjithë njerëzve që më kanë votuar dhe më kanë mbështetur. Dhe për mua ka qenë e befasueshme, domethënë gjithë kjo mbështetje që kam marrë faktikisht këto 2 javë, edhe unë edhe sot jam me merchin e katalogim, domethënë. Absolutisht. Siç e thatë edhe juve, të ndërtosh një startup nuk është një proces linear, është një proces shumë i vështirë, por është pasioni pikërisht ai që bën diferencën. Unë jam vetë arkitekte dhe katalogim erdhi si një nevojë reale në treg nga probleme që unë kisha në projektet e mia apo në rrugtimin tim si arkitekte. Për gjetur materiale të ndryshme për projekte që mua më duheshin, më duhet të shpenzoja shumë kohë, të shfletoja 10 katalogje, të kërkoja pafund në internet, të shkoja të vizitoja showroomet, dhe kjo përkthej edhe në humbje kohë edhe në humbje mundësish. Dhe kështu më erdhi ideja që të ndërtoja një platformë të centralizuar për të bashkuar gjithë ekosistemin e ndërtimit dhe të arkitekturës në një vend të vetëm. Pra me pak fjalë, kjo është pikërisht ajo çfarë katalogim bën. Bashkon gjithë ekosistemin e ndërtimit dhe ju jep mundësinë profesionistëve, qofshin arkitektët, inxhinierët apo kompanitë e ndërtimit, të lidhen direkt me distributorët dhe furnitorët e materialeve që ju duhen për projektet e tyre. Sigurisht ne kemi bërë, domethënë dhe teknologjia që ne po mundohemi të integrojmë është edhe përdorimi i inteligjencës artificiale në mënyrën se si profesionistët do i kërkojnë dhe do i gjejnë materialet e tyre, duke kërkuar me një gjuhë natyrale përmes tekstit apo dhe imazheve, që gjejnë produktet që ju duhen më të afërta apo domethënë të përshtatshme për projektet e tyre. S'pas kanë fituar dhe aq kot, domethënë se është kjo ideja që fitojnë kush ka fituar, kush s'ka fituar, se shi pitch deku domethënë përmendesh, a kupton? Katalogimi është startupi i vitit fundit apo jo? Faktikisht ky është vit 2025 ka qenë viti i ndërtimit për katalogimin, pra një vit ndërtimi në gjitha aspektet e ndërtimit, sepse ky është viti që ne validuam dhe idenë tonë në treg, që krijuam bashkëpunimet e para si me profesionistët apo edhe me kompanitë distributore, që validuam idenë tonë edhe kemi ndërtuar dhe anën teknike të platformës
platformës dhe do lançojmë shumë shpejt. Kështu që për ne ka qenë shumë e rëndësishme dhe pjesëmarrja në konkurse apo evente të ndryshme edhe ndërkombëtare. Faktikisht katalogim u shpall fituesi Get in the Ring Albania 2025, një ndër fituesit e Future to Tech Panairi që na dha mundësinë të përfaqësojmë Shqipërinë në Web Summit Lisbon, si dhe një nga fituesit e /D Tirana që na dha mundësinë të përfaqësojmë Shqipërinë në /Helsinki. Kompeticione shumë të rëndësishme për startupet, por që ishin shumë të rëndësishme për ne si katalogim sepse na lanë të kuptojmë se ku jemi neve dhe çfarë duhet të bëjmë vitin e ardhshëm që domethënë të kemi një sukses për këto që ne po bëjmë. Pra ky ka qenë viti juaj, më fal Gjergj, sepse i bie 3 çmime brenda një viti që sapo jeni ndërtuar. Doja të pyesja. Nuk ju dëgjoj. Më dëgjon? Dëgjon? Gjergj, po ashtu provoj një herë ti fol. Nuk e di, mua nuk më dëgjon më sa shoh. Jo, Gjergjin e dëgjoj, Gertin jo. Gerti pyet, e ka me mua. Jo, unë të dëgjoj Gertin. Jo, po thosha që i bie me 3 çmime, është viti juaj. Njerëz që kanë votuar, kanë përshtypjen. Gjergj, mund t'ia thosh ti. Gerti po thotë me 3 çmime ky është vetëm viti juaj i parë, po thoshte. Do të thonë 3 çmime already. Por pyetja ishte domethënë nuk është një vit i plot akoma. S'ka mbaruar viti akoma. Atëherë, këto çmime janë ajo që ne shohim, por me ndërtimin e produktit dhe aplikacionit. Në ndërtimin e produktit dhe aplikacionit. Si keni ecur dhe sa i përdorshëm është nga përdoruesit? Sa i përdorshëm është nga përdoruesit? Domethënë çfarë pike është aplikacioni për një përdorim? Aplikacioni është gati për tu lançuar. Ne jemi në fazën beta testing me pothuajse 50 arkitekt dhe inxhinier me rreth 30 kompani ndërtimi dhe furnitore të materialeve të ndryshme. Po. Domethënë tek ana teknike e platformës është pothuajse e gjitha flasim për aplikacionin, se Gerti thot aplikacioni, po ndoshta ti duke qenë brenda aplikacionin e platforma, do të paktën web është gati, besoj. Po. Në web është. Sa është me kollaj besoj për tu ashtu. Do të thonë është në web, tani kur thuat lançojmë aplikacionin për telefon, për celular. Mund të përdoret nga njerëz të zakonshëm të tipit që unë dua të bëj një ndërhyrje në shtëpi ose diçka, domethënë dhe mund të kërkoj materialet edhe pa qenë domethënë më specifik ose më modeli i biznesit është B2B2C, që domethënë fokusi jon kryesor janë bizneset dhe distributorët, por patjetër janë dhe njerëzit përdoruesit e zakonshëm të cilët do kenë nevojë të blejnë materiale të ndryshme dhe t'i përdorin ato për një projekt që po bëjnë për një apartament, një shtëpi, një vit, nuk ka rëndësi. Për çfarë do lloj materiali që ju duhet, pra ne kemi një marketplace digital, por që kalon përtej marketplace-it sepse ne kemi të ndërthurur me dashboarde profesionale si për arkitektët dhe inxhinierët, ashtu edhe për kompanitë që kanë produkte të tyre. Dhe kjo sjell vlerën dhe për kompanitë që të kenë mundësi të bëjnë showcase produkteve të tyre, pra t'i vendosin ato dhe t'i shpalosin në mënyrë digjitale, t'i strukturojnë dhe në këtë mënyrë të standardizojnë tregun, gjithashtu ju sjell vlerë dhe arkitektëve dhe inxhinierëve apo që duan të blejnë produkte dhe të mos humbasin këtë kohën që po thoja. Një gjë që ka bërë mirë gjithkohë, ka bërë pitchin e ka bërë perfekt. Edhe gjatë këtyre eventeve ka qenë. Unë e kam ndjekur, jo vetëm këtu, gjatë gjithë këtyre eventeve të vitit. Pyetja përmbyll se Gjergj, nëse ke një gjë dhe ti shtoje, po që t'ja. Jo, s'ka, ishte thjesht nuk dëgjohem, është. Gerti më vjen keq se nuk të dëgjoj dhe po ja them Gjergj, çfarë do i premtosh? Çfarë do i premtosh përdoruesve, atyre që kanë votuar për katalogim, ku do shkoj vitin tjetër? Sa e madhe do jetë kjo zgjidhje? Gerti thotë çfarë do t'i premtosh përdoruesve dhe atyre që kanë votuar njerëz e përgjithësisht, ku do shkoj katalogim në vitin tjetër, 2026. Domethënë kush është plani, si thua që objektivi 2026 për ne është një vit shumë i rëndësishëm sepse duam të futemi zyrtarisht në treg. Pra në një farë mënyrë të pushtojmë tregun dhe të arrijmë të kthehemi platforma më e përdorur për profesionistët e ndërtimit. Pra ajo platformë që në momentin që çdo arkitekt apo inxhinier ka nevojë që të prokurojë materiale, direkt të mendoj katalogim dhe të jetë kjo platforma që do bashkojë ekosistemin në një vend të vetëm. Gjë që deri më sot nuk ekziston një platformë e tillë.
Kështu që është shumë e rëndësishme për ne si profesionist të kemi një mjet i cili na ndihmon neve për përdorimin në punët tona të përditshme. Besoj që ka një lidhje në momentin që ai shikon produktet, ta zëm inxhinier ose arkitekt që shikon produktet e një kompanie online, ata lidhen aty, ka një chat, diçka që komunikojnë pastaj më tej. Po, patjetër. Chat brenda apit, them, domethënë. Mund të lidhen direkt me furnitorët, me kompanitë, mund të dërgojnë kërkesat dhe të marrin direkt ofertat për materialet e tyre, mund të lidhin direkt me projekte që kanë dhe të nxjerrin dhe një kosto, një preventiv të projektit me ato produkte që ata kanë zgjedhur. Pra kthehet në një mjet për më shumë do na tregoj në intervistën e radhës. Të arkitektëve, inxhinierëve apo kompanive të ndërtimit. Okej, më shumë gjë tuaj në intervistën e radhës, po thoshte. Në numrin e radhës revistës. Në numrin e radhës revistës sa duket do jetë një, sepse ka duket një intervistë më të gjerë, më speciale, më speciale. Një intervistë të kushtuar më në detaje speciale të mezi presje. Showcase. Okej, Gjergj, thuaj mirupafshim. Okej, në rregull, po, nuk më dëgjon edhe shumë faleminderit. Shumë faleminderit për praninë. Shfaqje emision, si do ta quajmë këtë? Nuk e di. Live, LinkedIn show. Ajo që kemi zgjedhur dhe unë besoj duhet ta vazhdojmë atë LinkedIn show sepse ky vit i 2026 edhe unë e kam si objektiv. Premtimi jon nga LinkedIn show për ndjekësit tanë edhe. 2026. Për 2026 do jetë që pa marr pjesë, pa marr çmime, domethënë më modest, po. Apo të japim një çmim vetes. Mos ajo një çmim të lutem nga bukur është që na japin çmimin, jo të japin vetes. Po na japin audiencën, se ai është çmimi më i mirë. I them guestit. Si mendon? Çmimi më i mirë është audiencë apo jo? Gjithmonë, nuk ka të krahasuar. Dhe ajo që dhe filluam nga ideja që e LinkedInit që sa është po themi gjallëruar në kuptimin e gjithë aspektin, gjallëruar në kuptimin që jeton. Do të thonë shoh tani që njerëzit nuk kanë më nuk hezitojnë më, nuk kanë më dyshje për të pyetur për lloj gjëra, lloj tematikesh, deri tek do të thonë njerëzit nuk kanë më frikë as të do të thonë as të nuk di çfarë të pyesin për paga, të pyesin për marrëdhënie, të pyesin për pse po na ngacmojnë neve gocave kaq shumë në LinkedIn, të pyesin që ore është Tinder, do të thonë kjo ide. Kjo do të thonë është okej, se e mira dhe e keqja shkojnë bashkë. Aty ku ka përdorues, ka edhe shpërdorues. Po çështja është që janë debate që janë të hapura. Janë debate rreth profesionit, rreth industrive, rreth problemeve rreth njerëzve që me të vërtet këto janë gjërat që komunitetin, kjo audienca e përthith, e bluan dhe e risjell prap. E risjell kuptimin, ka një feedback, ka një përplasje, ka një si themi ne, ka një përshtypje rreth fenomeneve të cilën e pasqyron në LinkedIn tani, pasqyron shumë e lirshëm gjërat. Shumë në volume shumë të mëdha për mbajtje, postime, njerëz që marrin pjesë aktivisht, jo thjesht që futen për të parë që ore çfarë bëhet këtu. Njerëz që futen vërtet për të marrë diçka dhe për të dhënë diçka. Se më qishte tek audienca, domethënë. Po. Është shumë e vërtet ky ndikimi që krijohet nëpërmjet platformave. Ne po flasim LinkedInin, sepse jemi në LinkedIn show, pra në sensin po e bëjmë një lidhje live. Ky event nuk do ishte i mundur të bëj kështu online pa pas LinkedInin, pa pas platforma si StreamYard apo pa pas një ekip mrekullueshëm nga mbrapa, Business Magazine që janë faleminderit. Ato pjesa e regjisë, Ergesti, Klisma, Neni, Fatima, Adelina, Jursi, kushdo që është aty mbrapa, Andeta, se nuk duhet ta rëmë Andetën, shumë e rëndësishme, Andeta, të gjithë që janë aty, i përshëndes dhe i falenderoj shumë për gjën, sepse unë nuk jam në zyrë sot, jam nga diku tjetër, po mos ishte këto platforma, po mos ishin këta njerëz mbrapa që bashkëveprojnë nëpërmjet suportit teknologjisë apo dijes që kanë marrë duke përdorur këto platforma të tilla, nuk do ishte mundur dhe kjo qasje. Edhe ky çmim award, sepse unë isha shumë i lumtur që arritëm të merrshim dhe të gjithë fituesit në kohë reale me një mesazh, me një direct message në LinkedIn, ata arritëm të sillnin këtu. Dhe besoj po mos ishte teknologjia, po mos ishte LinkedIn, nuk do ishte e mundur. Dua para se ta mbyllim, se kam vështirën mund na ikë edhe koha e vendit, se 2 orë kishim lënë. Dua të shtoj në stage një lajm të fundit, si tip reklame në fund, po jo reklam e mirë, pra në sensin ne sapo kemi nxjerrë se ka përkuar dhe zgjedhja e fituesve me
numrin e radhës, numrin e fundit për këtë vit të Business Magazine Albania, numri 40 i revistës. Ai tashmë është online, kemi një cover me 100 vjet Banka e Shqipërisë dhe 10 vjet Business Magazine, pra kemi një përvjetor. Ka një intervistë ekskluzive me guvernatorin e Bankës së Shqipërisë dhe në këtë kemi trajtuar dhe shumë tematika që kanë të bëjnë me çfarë do të ndodhi në 2026. Çfarë duhet presim sektorin bankar, sektorin financiar, në real estate, çfarë duhet presim në zhvillimin e sipërmarrjeve të reja, etj. Pra është një numër që ja vlen ta keni, duke follow up atë që tha dhe folëm gjatë gjithë takimit, por edhe blendin që ishte ajo ideja që secili duhet shpërndajmë jo vetëm informacion, por duhet shpërndajmë dije, dhe kjo është arsyeja që ne këtë përmbledhjen ose revistën e printuar ne e konsiderojmë si një libër, si një mini libër, e cila ka informacion dhe dije të thelluar, sepse ndahet nga njerëz me ekspertizë, janë artikuj të studiuar, janë artikuj të realizuar nga opinionistë, dhe janë artikuj të cilëve nuk ju ikën vlera në kohë. Pra ndryshe nga website-i që mund të jenë informacione në kohë reale që nesër pas nesër mund të përkthehen ndryshe, mund të iki vlera, të iki koha, në kjo që është ndaj me Business Magazine në versionin e shtypur dhe në versionin digital dhe në një version që do ta sillim shumë shpejt vitin tjetër me një mobile app që do jetë aplikacioni i biznesit për çdo njeri, për çdo sipërmarrës, do ta vëm në dispozicion të këtyre njerëzve këtë lloj dije, këtë lloj ekspertize që do ndahet në shumë kanale. Mos hezito kushdo që na ndjek të bëj abonimin e vet, abonimet që janë mund të bëhen online, mund të shkruhet në DM, mund të shkruhet kudo, ku keni akses ose në faqen tonë www.businessmag.al, businessmag.al me 2 s, busines, mag.al, Gjergj kështu thuhet, kur janë podcast e thekson 2 herë. E thua shumë herë, po, normal. Shumë herë, edhe i ftoj që të abonohen, abonimi dhe të jenë pjesë e kësaj platforme komunikimi që ne kemi, dhe pastaj dua ta mbyllim me urimin, ta bëjmë urimin që tash. Unë zakonisht e bëjtë me një newsletter para vitit të ri, po për Krishtinët mund ta bëjmë tash së bashku. Çfarë do i uroje ti Gjergj njerëzve që na ndjekin sot? Ajo, e para punës, dua t'i uroj gjithë mirat që që ka bota kur i thon fjalës. Dua t'ju uroj më shumë besim në vete vitin tjetër, gjërat që mendoni se nuk mund t'i bëni dot, dua t'ju uroj gjithë qetësinë e durimin për të arritur gjëra që ndoshta ju duket se jeni herët ose nuk do t'i arrini kur, mjafton të punoni drejt tyre. Leku letër inshallah them zakonisht në atë grupin tonë të freelancerave dhe mbi të gjitha të lëm mënjan përsëris të lëm mënjan dyshimin ke vetja që nuk jam gati për të bërë këto ose për të bërë atë. Vetëm filloni. Përshëndetje Fitim Adili, je një nga personazhet më pozitive në LinkedIn-in tim, në jetën time profesionale. Dhe njerëzore gjithashtu. Po, love and light, nuk do t'ja urosh? E kam ekskluzive me komunitetin. Nuk e shpërndaj kështu me bëshaka. Me vërtet shumë fat në vitin tjetër edhe gjithë dashurinë e botës. Edhe unë dua përfitoj nga rasti për ta përmbyllur këtë event. Faleminderit gjithëve që na ndoqën, se vajti pak gati 2 orë. Ishte shumë intensive, po ishte shumë e bukur. Uroj që dhe për njerëzit që na kanë ndjek të ketë pas një lloj angazhimi, ta kenë pëlqyer, ta kenë marrë diçka nga kjo, ti kenë vlerësuar ato që ne kemi ndarë këtu dhe fituesit tanë. Dua patjetër që të insistoj me këtë pjesën e fituesve, se kudo që ka kompeticione, nga që kanë qenë, po themi 40 nominime dhe vetëm 4 fitues, pra e bie 36 nominime të tjera kanë qenë të pakënaqur se s'kan fituar, por unë besoj që janë nga ata njerëz që e kuptojnë vlerën, e kuptojnë atë që ne bëjmë, e dinë që e rëndësishme është që ne jemi pjesë e një komuniteti që frymëzon, edukon, nxit zhvillimin, promovon modelet e mira, dhe këta që janë gjithë që kanë qenë këtu tani janë të nominuar modelet më të mira që ka zgjedh vetë audienca. Unë besoj që ajo që ne bëjmë këtu ka ndikim jo thjesht tek ata që na ndjekin, por ka ndikim tek njerëzit që ata i rrethojnë, tek eventet ku ata shkojnë, tek komunitetet që ata ndjekin, dhe besoj refleksioni pozitiv, refleksioni i mirë, refleksioni i edukimit, zhvillimit me këto mendësitë e mira do të shtrihet sa më shumë dhe do të ketë ndikim në numra shumë
jashtëzakonshëm. Si ajo faneli që tha 8 ish park që krijohet, pra e shpërndan një vetë, ai shkon te 2, te 4, e në fund fare diçka ngelet. Për sa i përket produktit bazë. Ndërkohë, edhe unë dua t'ju marr shkas t'i uroj nga zemra të gjithëve festat gëzuara, Krishtlindje të bardha, uroj që t'i kalojnë me njerëzit e tyre të dashur, i uroj që të jenë pak më të shplotur nga pjesa e punës dhe i uroj që ta marrin këtë kohë për të reflektuar, për të ndejtë me njerëzit e dashur dhe për të kuptuar se ku jemi dhe ku duam të shkojmë. Se shumë rrallë kemi atë kohën për vete, dhe atë momentet që ne të mendojmë se çfarë jemi duke bërë me jetën tonë, me gjërat tona dhe me atë që duam të jemi. Shumë faleminderit gjithëve dhe padyshim jeni të mrekullueshëm, ta mbyllim me këtë. Jeni të gjithë mrekullueshëm. Jeni të mrekullueshëm. Jeni super fantastik. Por ne na pëlqen kjo mrekullueshëm dhe vjen mirë që jemi në një komunitet me njerëz të mirë. Edhe kjo më pëlqeu. Më ngeli kjo, e thjeshta është e bukur. Shumë e bukur, të vërtet. Njerëz të mirë. Deri vitin tjetër. Gjithë mirat e suksesën 2026, po. Do dëgjohemi me newsletter në LinkedIn ose me postime, por kështu live besoj nuk do kemi mundësi deri vitin tjetër. Shihemi. Ciao. Shëndet. Faleminderit. Shëndet. Faleminderit ty, faleminderit.